Përshëndetje një dashi në të ditë të diel. Ja ku jemi si çdo të diel, si çdo javë, përsëri këtu në Zodiac Oracle për të parë se çfarë java ka rezervuar. Kjo javë, njësoj si java që kaloi, ka veçoritë e veta, akoma jemi në efektin e hënës së re në shenjën e dashit, një hënë që më shumë trysnoi për një fillim të ri se sa e solli atë kështu qetë. Sido që të jetë dhe kjo javë shumë e rëndësishme për arsye të tjera, do flasim, do vasërën një video të posaçme. Sido që të jetë, për në rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Parashikimet e muajit ende i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që për sa i përket ditës së nesërme, këtu duhet të kuptoni që jeni detyruar përpara se ta nisni, edhe thash jemi nën efektin e hënës së re dhe kjo hënë e re, duhet të kuptoni diçka. Zakonisht themi që hëna e plotë është ajo e cila na ndihmon të mbyllim ciklet caktuara, por që edhe hëna e re ka këtë lloj efekti. Dhe çfarë si e realizon këtë gjë? Duke mbyllur një kapitull për të nisur diçka e re. Pra me sa duket nesër dita jeni të detyruar të mbyllni një kapitull, të jepni fund diçkaje ose të vini një pik një situate në mënyrë të mund të vazhdoni përpara, se do të jetë në një marrëdhënie në çift, se do të jetë një situatë konfliktuale, një situatë që merrni vesh të vërteta të cilat nuk i dinit, me një situatë që ka të bëjë transformimin tuaj personal dhe psikologjik dhe shumë të thellë të brendshëm, çon si ka motive të fshehta, motive që nuk ju lën dot ecni përpara, motive që kanë të bëjnë edhe me vetë manipulimin që ju i bëni vetes tuaj, marrin fund pikërisht ditën e hënë që të mundeni pastaj në bazë të situatave të reja që krijohen, të adaptoheni, të mësoheni, domethënë, dhe të vazhdoni përpara. Çdo gjë po nis avash, domethënë, nesër dita ju vet mundësia diçka e të jepni totalisht fund dhe të vazhdoni me projekte të reja, momente të reja, persona të rinj, e kështu me radhë në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë jo pa të ndjesinë shpëtova. Më në fund ja dola. Gjithë një më tepër gjërat po ecin për mirë. Domethënë psikologjikisht një pikë së pari dita e martë ju gjen shumë on top, shumë mirë, dhe përveç kësaj se do jetë në punë, në karrierë, në aspektin personal, nuk e di, por që sido që të jetë diçka ju ofrohet dhe me të vërtetë që ju ndihmon të bëni diferencën. Gjithashtu, në varësi të personave të cilët do të takoni apo me të cilët do t'ju lidhi puna ditën e martë, duket se janë shumë të rëndësishëm pikërisht ta individ për të ndryshuar mënyrën se si keni parë gjërat deri më sot. Pra, psikologjikisht dhe fizikisht njëkohësisht duket se dita e martë ju jep mundësinë që të elevoni diçka të arrini dhe të bëni diferencën në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është pikërisht ai momenti ku ja ke bërë pyetjen vetes kur do vi një dashuri e re, kur do realizohet një marrëdhënie ashtu siç e kërkuat ju, kur do jepet mundësia të ecni përpara me partnerin që keni zgjedhur, është pikërisht dita e mërkur. Pra për çfarëdo lloj gjëje kishit një pikë pyetje të madhe se kur do realizohet, duket se realizimi vjen pikërisht ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, po shikoni domethënë dita e mërkur dhe dita e enjte janë kaq të bukura të lidhura së bashku, sepse si njëra dhe tjetra ju japin të kuptoni se personi jetës tuaj ka mbërritur tashmë. Por ju të gjithë që e keni një individ të tillë në jetën tuaj, atëherë edhe më tepër bindeni se keni bërë zgjedhjen e duhur. Pse? Sepse përmes një vendimi që merrni bashkërisht ose që pala tjetër merr në favorin e të dyja palëve njëkohësisht, duket se arrihet një qëllim shumë i rëndësishëm. Dashuria lulëzon jetën tuaj dhe jo vetëm ajo, po dhe bashkëpunimet, ditën e mërkur dhe ditën e enjte sidomos. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e gjej vendin tim në botë, në një ambient pune, në një marrëdhënie shoqërore, në një marrëdhënie pune, në një marrëdhënie në çift, në kudo të doni ju, kjo i përngjason u solla vërdall dhe më në fund e gjeta se ku e kam vendin tim dhe ku përkas. Një kjo kryesorja, pra gjeni rënjët tuaja, shumë prej jush kuptoni se më në fund keni gjetur qëllimin e jetës tuaj, por në vija të përgjithshme kjo është një letër fati, është një letër fati që më tepër insiston tek ajo që thash, domethënë e gjej veten, dhe të çfarëdo gjë ka të bëjë me vlerën monetare, pra të paras, të zhvillimit, të investimit diku. Pra zëreni si një ditë fati të pamas, ditën e premte, për ku gjatë kësaj dite çdo gjë ju vjen shumë kollaj dhe ku jepet mundësia që për një çështje sidomos me natyrë ekonomiko-financiare juve të përfitoni jashtë mase shumë.
Më në fund pra arrihet qëllimi i objektivit tuaj dhe sidomos se kjo u lidh me financat, me pasurinë në total, ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita, çfarë themi tani këtu, duhet të kuptoni, u thash, shumë java në fakt, duke u munduar ose duke ju dhënë të kuptoni se një marrëdhënie caktuar nuk do mund të vazhdojë më tej, me sa duket për disa prej jush një marrëdhënie e tillë mbaron, duket se po mbaron që ditën e hënë, domethënë duket që diçka e duhet i jepni fund që të vazhdoni përpara. Vendimin e vërtet e merrni ditën e shtunë. Aty domethënë e ndani mendin dhe ju se nuk bëhet më. Dhe o jeni ju iniciatorët e kësaj gjëje, pra jeni ju ata cilët e komunikoni këtë fund, ose u komunikojnë të tjerë çon si ka, por në fund fare fundi fare më saktë vjen ditën e shtunë përsa i përket një marrëdhënieje. Që mund të ketë të bëjë me një marrëdhënie personale, por dhe profesionale, nuk e përjashtoj. Dhe përsa i përket ditës së diel, këtu tani jemi këtu, kjo ditë ju favorizon të gjithë juve që po përgatisni diçka si një martesë. Dhe i keni të gjithë të ftuar dhe dritat e proshektorëve janë mbi ju, për të gjithë juve që po punoni mbi një projekt shumë të rëndësishëm që sigurisht ka të bëjë dhe me dritat, ka të bëjë dhe me famën, ka të bëjë dhe me emrin tuaj, ka të bëjë dhe me imazhin tuaj publik, kështu që për çfarëdo gjë ka të bëjë me imazhin publik, me emrin, me famën, me arritjet, por ju që sidomos jeni në artista, sportista, pra që jeni para projektorëve në një farë mënyre, atëherë këtu bëni gati sepse të gjitha dritat janë mbi ju dhe suksesi ju takon. Sigurisht nuk ka të bëjë vetëm me çështje të tilla sikurse po them, për të gjithë juve që jeni në një farë mënyre personazh publik dhe të famshëm dhe që arrini dhe më shumë famë akoma përmes projekteve që lançoni, por ka të bëjë edhe me jetën e thjeshtë individëve të thjeshtë, si të thuash, puna e tyre i çon drejt suksesit dhe tash mund të kemi të bëjmë me një martesë ose me çfarëdo gjë që ka të bëjë me një event ku të gjitha dritat janë mbi ju. Sigurisht është edhe kjo dita e diel që mund ta rezervoni për të, nuk e di, kënaqur me një vepër artistike të çfarëdo lloji, një teatr, një kinema, një çfarëdo lloj gjëje qoftë. Përshëndetje shenjë Demi dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiak Oracle, sot ditë e diel. Si çdo javë, sigurisht analizojmë tiparet e javës, por ju do të ditë të fundit kjo javë është temas e rëndësishme, sidomos nga data 24 deri nga data 27, Urani bet gati të largohet nga shenja juaj, duke kaluar si pasojë në shenjën e binjakëve, por sido që të jetë përpara se të largohet ka për të dhënë një goditje të fundit. Do takoj aty afër gitëm dhe çdo gjë është e mundur, që nga një fitim ekonomiko-financiar, një dashuri që vjen papritur, situata që zgjidhen papritur në favorin tuaj, por gjithashtu, duke qenë se ka dy anë medalja, edhe mund të sjellë situata të paparashikuara, të cilat ose të cilat për ju që diku keni gabuar, do ju bëri para përgjegjësisë. Do flasim një video të posaçme lidhje me këtë gjë, ju sido që të jetë rezervoni takimin tuaj në privat, duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së ditës së hënë, çfarë të themi? Dashuri, romans, fitim, përfitim, por romanca një shumë aktive dhe shumë e thellë në jetën tuaj, kështu që këtu çdo gjë është e mundur ditën e hënë. Përsa i përket pikërisht dashurisë, ndjenjave, pastërtisë, suksesit nëse e doni, çfarëdo gjë ka të bëjë me lulëzimin në jetën tuaj, pra çfarëdo ka të bëjë me aspektin psikologjik të avancuar, të elevuar të kjo, por dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje praktike, duket se nesër favorizoheni shumë dashuria, më shumë se çdo gjë nesër shpalos dhe nxjerr në pa ngjyrat e veta të vërteta. Tani, përsa i përket ditës së martë, këtu çfarëdo gjëje po përgatisni, është një proces ose çfarëdo gjë, shiko, dita e martë ose sjell realizimin e një projekti që ka diku 9 me 12 muaj që prisnit të realizojë, ose që keni punuar për të fort, ose nis një projekt i cili do të përfundoj pas 9 me 12 muaj dhe ju sjell shumë sukses. Do me thënë, jenë të ndarë në dy pjesë. Një pjesë që keni ka shkoj që përpunoni mbi projekt dhe më në fund ai finalizohet dhe është tepër i rëndësishëm për ju dhe sjell shumë sukses. Nga ana tjetër ka të bëjë me një projekt që ndoshta po nis tani, por që rezultati pritet pas atyre muajve që u thash dhe ka qenë fenomenal. Fenomenal vërtet, ka është shumë lart. Kjo dhe përsa i përket karrierës, dhe përsa i përket çështjeve me natyrë ligjore gjyqësore, dhe përsa i përket çështjeve të trashëgimisë, dhe përsa i përket çfarëdo lloj çështje doni ju.
Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e është dita e mbyllim, çfarëdo gjë nuk na duhet më, çfarëdo gjë ka të bëjë me cikle të vështira, çfarëdo gjë ka të bëjë me marrëdhënie në çift, çfarëdo gjë ka të bëjë me ekuilibrin, çfarëdo gjë ka të bëjë me drejtësinë, çfarëdo gjë ka të bëjë me drejtsinë hynore nëse e doni kështu. Edhe këtu një situatë që ndoshta kishte nisur para 6 muajsh, me sa duket finalizohet dhe dini shumë mirë ju vetë shpirtërisht njerë, duket se kjo eksperiencë ka qenë dhe do të jetë për një kohë shumë të gjatë, një eksperiencë jete që nuk keni për të haruar kollaj dhe që do i shoqëroj për një kohë shumë të gjatë, ose për disa prej jush, po më tepër kjo ka të bëjë me finalizime. Domethënë nuk besoj se diçka nis ditën e mërkurë. Më tepër i ngjason një situatë që nisi para 6 muajsh dhe finalizohet tani, duke ju bërë më të mundshur, më të ditur, me më shumë eksperiencë për të vazhduar prej këtej e tutje. Këtu finalizohet ndoshta një projekt pune, këtu ndoshta finalizohet një çështje ligjore gjyqësore, këtu drejtësia vjet në vend, sikurse thash, kushdo që ka rënë më qafe pëson, këtu thash janë çështje dhe plutonike, këto do tipit vete. Karma bën atë punën e vet, po që është në favorin tuaj në këtë rast. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte këtu për sa i përket ditës së enjte, le të themi që shumë humanitar, kushdo do ketë nevojë për ndihmën tuaj, e sigurt që nuk keni për të hezituar për t'ia dhënë, favorizohet shumë puna në grup ditën e enjte, çfarëdo gjë ju lidh me të tjerët është dhe në favorin tuaj, çfarëdo lloj vendimi që merret në grup, çfarëdo lloj iniciative, nis nga një bashkëpunim në grup, çfarëdo lloj e thash të gjë për projektin, po që çfarëdo lloj gjëje kërkon një grup njerëzish të angazhuar për të arritur qëllim të caktuar dhe ku bëni pjesë edhe ju, duket se ju del shumë mirë. Nëse sido që të jetë, thash, keni për të ofruar ndihmën tuaj tek ata që kanë nevojë dhe kështu zhvilloheni edhe ju më tepër. Por me sa duket edhe ju nëse do keni nevojë për ndihmën e dikujt apo të thjesht universit, edhe ajo nuk ka për t'ju munguar as juve. Kështu që vjet re një farë ndihme, solidariteti, mirëkuptimi, është ditë për si e themi, bamirësi, po, është një ditë e tillë, për humanizëm, të qenë humanitar, e merat, dhe hënë e martë e mërkure e një të thamë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e mëmësisë, kështu që për të gjithë juve që, si të thuash, keni pas probleme me prindërimin, duket se ja dilni ti zgjidhni këto çështje dhe situata, shumë prej jush që e humbët rrugën me veten tuaj duket se e gjeni atë përsëri, pra rikujtoni se ku ishit nga e nisët, rikthente çiltërsia juaj tek pastërtia e shpirtit tuaj, do të kërkoni marrëdhënie më të pastërta, më kuptim plota, por që realisht kjo është një letër që pikë së pari tregon se për të gjithë juve që jeni përpjekur, të paktën brenda një 3 mujori apo 6 mujori të fundit të arrini këtë pikërisht objektiv, pra të mëmësisë të prindërimit, duket se më në fund ja dilni, ose nëse keni pas probleme sikurse tash me fëmijët tuaj, duket se çdo gjë shkon drejt përmirësimit. Kjo përsa i përket e martë e mërkure, e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju detyron të merrni vendime shumë të rëndësishme, sidomos në lidhje me karrierën tuaj, me imazhin tuaj publik, me çështje që kanë të bëjnë me si më shohin të tjerët dhe si duhet të tjerët të më shohin, apo sa e meritojnë të tjerët angazhimin tim me ta, apo unë si përkthehem në sy të tjerëve sikurse e thash. Kështu që mundësitë janë të pafundme. E vetmja që ju duhet të bëni është thjesht të zgjidhni drejtimin e jetës tuaj prej këteje në vazhdim. Është një situatë e cila prej kohësh do të kishte marrë një farë drejtimi. Unë them se ju jeni vonuar për të marrë këto vendime. Akoma jeni në kohë, vetëm mundoni që këtë gjë ta bëni me mendje të kthjellët. Mos u nxitoni, thjesht mundoni të kuptoni që nuk ka më kuptim ti shtyni gjëra dhe fund janë nga vendimet që merrni pikërisht ditën e shtunë do përcaktohet edhe e ardhmja juaj. Nëse më pyesni çfarë vendimesh janë këto, mund të ishin të çfarë do llojshme. Nuk ka një fushë të caktuar tek e cila mund të përqendrohen. Dhe përsa i përket ditës së diel,
Për sa i përket ditës së diel, këtu e para njerë ka dy kuptime. Kujdes me cilët persona do të diskutoni për çështje të caktuara. Mundoni të jeni vigjilent sepse gjatë këtyre bisedave ose gjatë këtyre marrëdhënieve tuaja me të tjerët, do të ketë nga ata që do mundohen t'ju nxjerrin gjëra, doni apo s'doni ju, pra t'ju peshkojmë si themi ne. Por nga ana tjetër, nëse do dini të silleni, nëse do dini të kapni momentin dhe të jeni vigjilent, atëherë duket si ja merrni ju në kthes edhe fitoria është e juaja. Pra, përveç faktit se do të bëni kujdes, është dhe një ditë me mundësi dhe shanse shumë të mëdha për fitim, për të gjetur edhe ju terrenin tuaj, për ta çuar në situatë aty ku juve ju leverdis dhe ju intereson më tepër, kështu që keni mendje, jeni të vëmendshëm dhe ajo çka mund të jetë humbja e dikujt bëhet fitore juaja, por kujdes sepse mund të jetë edhe kundërta, kështu që me kujdes ju lutem. Por shëndetje, përshëndetje një binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj. Dhe kjo si javë shumë e rëndësishme, sidomos për vitet e 10 ditë të parë, data 26 Urani ka kaluar përfundimisht në shenjën tuaj, duke sjell ndryshime spektakolare, do thosha, të një epoke të re. Sido që të jetë, të do i analizojmë ne më, sepse duhet një analizë mirëfillt për sa i përket kësaj gjëje. Nëse sido që të jetë, për të rezervuar takimin tuaj në privat, ju dini shumë mirë që më shkruani numrin në WhatsApp 069 640 2290. Tani për sa i përket ditës së nesërme, e para njerë bëni kujdes nga çfarëdo gjë quhet iluzion, çfarëdo gjëje ju vë së tuash në provë, çfarëdo gjëje mund të duket shumë e bukur, por që realisht nuk është e thënë të jetë edhe e vërtet. Intuita duhet gjithmonë dëgjuar dhe nëse ka një mënyrë se si të shpëtoni nga iluzioni, nga gënjeshtra, nga mashtrimi, nga diçka që juve ju duket se është, por realisht nuk është të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Pra kujdes me ditën e hënë, është një ditë e cila ka atë faktorin befasi, por jo me se s'bën befasi për më mirë. Kështu që kujdes, ju lutem shumë. Për sa i përket ditës së martë, edhe dita e martë ka po të njëjtën natyrë. Domethënë me sa duket, këtu jeni pranë një rreziku që thosh është goxha i konsiderueshëm. Dhe me të vërtet që duhet të bëni kujdes të mos ekspozoheni në syrin publik, kujdes se si e drejtoni fjalën, kujdes se si e reklamoni veten tuaj, punën tuaj, qëllimet tuaja, që të mos ekspozoheni keq në sy të tjerëve. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e riskut, të dali çfarë të dali, o do fitoj o do humbas. Domethënë me sa duket, ditën e mërkur i luani të gjitha për të gjitha, o fitoj gjithçka ose i humbas të gjitha. Këtu fati do përcaktoj fituesin. Nuk ua përcaktoj do se do fitoni apo do humbisni brenda kësaj dite. Kjo varet se si ju do e menaxhoni momentin dhe se sa moment ta ktheni në favorin tuaj, pra në fatin tuaj, por që është një ditë e tillë dhe sido që të jetë amal favorizon shumë lojrat e fatit. Pra nëse ka diçka që favorizon, dita e mërkurë është lojrat e fatit. Dhe ua thash, o fitojmë, o humbasim, varet në varësi të lojës që ju do të bëni. Dhe ajo do përcaktoj dhe si do vënë gjërat më tutje pastaj. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte o zoti madh, është dita e diçkaje që përfundon përfundimisht. Domethënë, një marrëdhënie që merr fund përfundimisht, një bashkëpunim që merr fund përfundimisht, jeta që bëni deri tani, ju thash, Urani do kaloj në shenjën tuaj dhe asgjë nuk mbetet me e njëjtë. Dhe çfarëdo gjë që do të mbaroj, do mbaroj. Urani është ndër ato trupa qiellor, që në astrologji të paktën sjell gjithçka duhet të vinë në mënyrë që individi të heqë qafe apo të largoj nga vetja e vet atë që nuk i duhet më. Pra sjell ndryshimin e pamohueshëm, ndryshimin të cilit nuk i reziston dot sepse është i destinuar të ndodhi. Kështu që sido që të jetë, unë uroj që ju ta mbyllni me çfarëdo gjëje ju lidh me të kaluarën dhe që nuk ju duhet më, qoftë kjo psikologjikisht, por edhe fizikisht. Tani në qoftë se në familjen tuaj keni persona të cilët e shikoni që janë drejt kësaj rruge, atëherë çfarë do bëjmë? Do e pranojmë fatin që kanë edhe thjesht do themi që do u japim namë të mirë në fund, s'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Por që kjo tash gjithmonë e them që varet nga kushtet të cilat ndodhet secili dhe personat të cilët i kanë jetën e tyre të tillë. Dhe faktikisht në këtë rast është dhe brenda familjes, flasim për një princ që është somur prej kohësh, që ka vuajtur, që po vuan, që me sa duket mbaron këtu rrugëtimi i tij në këtë jetë. E hënë martë, e mërkur, e enjte. Për sa i përket ditës së premte, këtu kemi të bëjmë me kontrollin.
me si thua është lufta për kontroll. Dhe o i kontrolloni ju të tjerë dhe fitoni, ose lejoni dhe kontrolloni juve të tjerët dhe ju pastaj humbisni. Sido që të jetë është edhe dita që ju arrini të njihni veten ose të njihni aftësitë dhe mundësitë tuaja, është një ditë që arrini në limitet tuaja, do thosha, ose shtyni vetet në limitet tuaja për të parë se sa mbani, ose sa duroni, ose sa të aftë jeni. Por që sido që të jetë, mundoni këtu të kuptoni se autonomia, do të thënë pavarësia, fillon nga momenti që ke besim tek vetja dhe e di se ku je dhe ku qëndron. Kështu që është një ditë e tillë, dita e premte, do të thënë ku ju përballeni me të tjerët dhe fitoni me merit të plot atë që normalisht është e juaja. Është një ditë shumë e bukur gjithashtu për dalë në natyrë, për të shijuar natyrën, ose për të kujtuar se nga erdhat, kush jeni, çfarë potenciali keni. Dhe po, nuk e përjapështoj mundësinë që dhe në punë, në karrierë të mund të keni një, se thuash, një rezultat shumë të mirë të punës tuaj. Një ngritje detyrë, një njohje të aftësive tuaja, diçka ju del mirë dhe në lidhje me karrierën tuaj dhe me punën. Atëre, për sa i përket, ç'është kjo hënë e martëm kurrën të premte, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e bravo, do të thënë është dita e fillimeve të reja, realizimeve të reja, që ka të bëjë me, do të thënë, me iniciativën, me stabilitetin financiar, me stabilitetin material të jetës tuaj, ka të bëjë me një çështje karriere, me një në shkrim kontrate, sido që të jetë gjithçka që nis tani do të tregoj rezultatin e vet pas një muaj ose brenda një muaj me 3 muajsh. Se thuash jo distancë, por fash kohore, okay? Brenda një muaj me 3 muaj duket se ajo çka po nisi tani si do të shkojë. Unë them se do të ndali me shumë sukses. E gjithë kjo dhe thash mund të ketë të bëjë me karrierën tuaj, me një sipërmarrje tuaj, me dikë që nis një biznesin e vet, me çështje ekonomiko-financiare që stabilizohen ose me aspektin personal që me sa duket dhe këtu kemi realizime shumë të bukura për tu finalizuar pastaj në çfarëdo gjë ka të bëjë me një kontratë të rëndësishme, me mundjesin tuaj që ndryshon, me komunikimin që bëhet më i rrjedhshëm e me gjëra të tilla në totale. Hënë e martëm kur e njëte premte shtunë. Nis, do me thënë ditën e shtunë gjithçka dhe do bitiset pas një muaj me 3 muaj shkollë. Përsa i përket dhe ditës së diel pastaj, dita e diel është dita që e kuptoni se çfarë është pikërisht ajo gjë në jetën tuaj që ju mban të lidhur pas situate që nuk doni më të qëndroni në të, çfarëdo gjëje ju a merr frymën, ju bllokon, nuk ju lë dot të ecni përpara, është pikërisht ajo gjë që me sa duket duhet ta largoni një herë më parë. Të jetë një person që ju imobilizon, apo ju merr lirinë, apo ju merr frymën, apo është një situatë çfarëdo gjë qoftë, duket se do përballeni me të derisa të gjeni rrugën dhe ta zgjidhni përfundimisht. Por të paktën e kuptoni se nga buron kjo gjë dhe normalisht jepni drejtim. Përshëndetje nga Forest dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri me analizën e javës, që akoma për të dhjetë që të dytë ecën mirë, Jupiteri ju ndihmon të arrini objektivat i realizoni ato. Për ju të dhjetë që të tretë Mars të rusnon nga shenja e dashit, me kujdes do me thënë, për ju të dhjetë që të parë, që do themi tani këtu, për sëri e njëta gjë vlen, do me thënë, me kujdes, dhjetë që parë, dhjetë që i fundit, dhjetë që i dytë qik më i qetë, sepse është edhe Jupiteri aty dhe ju ndihmon. Sido që të jetë, këto janë momentet, ju të gjithë që mund të keni nevojë për një analizë më të tërtortë, më të imtësishme, sigurisht që mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj në privat. Për sa i përket javës dhe si fillon ajo, oh my god, shumë kujdes me ditën e hënë. Mashtrime, gënjeshtra, goditje pas shpine, dalin të vërtetat e vërteta, kush ju tradhtoi, si u apunoi, çfarë makinacionesh pati. Kujdes marrëdhënieve dhe situatave toksike, kujdes një situate të papritur që ju bën gjëmën, kujdes në përgjithësi me persona toksike dhe me situata toksike të cilat nuk ju le verdisin dhe kujdes sepse ndryshe nis dita dhe ndryshe bitiset. Do me thënë sa duket për një situatë të caktuar ku ju ndoshta po shkoni për të gjetur zgjidhje ose për të qartësuar apo kuptuar diçka, duket se kjo gjë shumë shpejt kthen dhe besoni nuk kthen në favorin tuaj. Do me thënë këtu kuptohet e vërteta siç është në të vërtetë, siç ka qenë 100 herë ashtu sikurse është shpalosur deri më tani, kështu që kujdes sepse me të vërtet jeni në një situatë të rrezikshme, të cilën deri tani e keni nuhatur, por ja shikoni ngjyrat e vërteta dhe natyrën e vërtet pikërisht ditën e hënë. Kudo. Kjo mund t'ju preki kudo.
Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është e njëjta gjë me ditën e hënë. Do me thënë, në varësi të atyre gjërave që zbulon në ditën e hënë, dita e martë ju bën të ndjeni totalisht të humbur, të përhumbur nëse doni, do me thënë të tjera gjëra keni menduar, të tjera gjëra keni pritur, të tjera gjëra ju dalin dhe normalisht të gjëra që ju dalin ju lënë kështu në mes të rrugës si i bie dhe nuk dini se çfarë drejtimi të mbani, kështu që dhe qoftë se dini dhe vetë se jeni në situatë të çuditshme, kaotike, të vështirë, të paqartë, mundohuni që t'i merrni gjërat qetësisht dhe mos u përfshini më shumë nga ç'duhet sepse gjithnjë më tepër u mbisni. Kështu që me kujdes ditën e hënë edhe ditën e martë. Sidomos nëse të brenda këtyre ditëve keni gjëra të rëndësishme për të bërë ose për të kërkuar ose kujdes në vija të përgjithshme. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e risetimit, e qetësisë, e përkujdesit ndaj vetes, e kthjellimit të trurit nëse doni, e bisedave të çlirta me persona që ju kuptojnë, ose thjesht është një ditë për të relaksuar trurin nëse doni, ose për të stakuar çik momentin dhe për të rikuperuar vetë individualisht. Kështu që dita e mërkurë nuk favorizon, por normalisht nuk duhet ju të shtyni biseda të rëndësishme, situata të rëndësishme, është një ditë që totalisht ju ndihmon që të qartësoni, të kthjelloni trurin dhe të risetoheni. Kështu që përdoreni në maksimum këtë ditë pikërisht për gjëra të tilla. Kështu që edhe pse ta them këtë gjë, sepse edhe sikur të përpiqeshit të arrinit diçka ose të ideshit në veprim për të zgjidhur një çështje pune apo për të kërkuar diçka, nuk do realizohej sepse nuk është ditë që favorizon gjëra të tilla. Do thjesht qetëso, relakso, kthjello dhe pastaj mund të dish se çfarë kërkon realisht. Pra, kushtojeni vetes ditën e mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që lidhet me ditën e mërkurë. Nuk e di sa mundësi do keni, por nëse do jepet mundësia ditën e mërkurë dhe ditën e enjte të organizoni një ekskursion diku, një udhëtim të shkurtër diku, thjesht për të marrë veten, apo sikur thjesht i merrni gjërat lehtë, në kuptimin që kujdesem çik më tepër për veten time, i vi çik më shumë nga pas vetes, ja bëj çik më tepër shefin vetes, mundohem të relaksohem, ha mirë, pi, shijoj jetën, jam në shoqëri të njerëzve të mirë. Domethënë, nëse këto dy ditë i përdorni siç duhet, ju me të vërtetë që arrit të karikoheni dhe të rimbushni bateritë tuaja dhe bëheni gati për të risetuar në një mënyrë që normalisht ju duhet në këtë periudhë. Por që sido që të jetë, është ajo dita që do të ndjeni të pastruar, do të ndjeni të purifikuar, do të ndjeni të, siç e thash, karikuar për mirë dhe janë të lidhura si e marta dhe e mërkura. E çka do të kuptoni tjetër është se ndonjëherë shumë mirë të lësh gjërat të rrjedhin vet. Qëndro pa lëvizur dhe gjithë universi lëviz për ju. Kështu që është dhe një ditë e tillë ku ju ndoshta objektivat tuaja për t'i arritur nuk lodheni fare sepse ato vinë dhe realizohen vet. Juve thjesht keni besim, durim dhe çdo gjë është e mundur. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ju lidh shumë puna me shijen, jo vetëm të shqisave, por dhe të trurit, dhe të shpirtit, dhe të gjitha gjërave këtyre me radhë. Nëse sido që le të themi se avash po arrihen objektivat tuaja, avash po shkoni atje ku doni të shkoni pa sforco ama, kësaj ere është një ditë kjo për t'ia kushtuar, siç e thash, kënaqësisë së shqisave pikë së pari të vetes. Domethënë nuk e di nëse ka individ prej jush të cilët të enjte të mërkur të enjte të premte mund të jenë një udhëtim ose mund të jenë stakuar nga bota ose ja kushtojnë gjithë vëmendjen vetes, por që sido që të jetë shumë situata të tilla na mblidhen në një favorizohet dashuria këtu, edhe një tuazë me radhë, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me shijen e jetës, me dalë argëtohem, shijoj shoqërinë e të tjerëve, kudo që më ftojnë marr pjesë në ftesa të caktuara, njoh persona të rëndësishëm, dashuria më troket në derë, çfarëdo gjë ka të bëjë paran me mirëqenien, duket se po vjen në rrugën tuaj, kështu që si të thua shijoni jetën sepse jeta çfarëdo gjë ka rezervuar për ju do ua sjelli. Dhe është ditë shumë e bukur që në çift të paktën të organizoni një darkë ku të kaloni bukur, të kujtoni dhe njerëz se si ishte fillimi. Nëse është një ditë e bukur dhe qëllimet arrihen.
me thënë të drejtën, pra e mërkure, e premte janë ditë shumë të bukura për të argëtuar, për të shijuar gjëra dhe për të arritur objektiva të rëndësishme, me thënë të drejtën. Përse i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e di se kush jam, e di çfarë meritoj, do bëj çmos për të arritur atë gjë. Dhe fundja për shumë prej jush, kjo gjë po arrihet, kjo gjë po vjen. Pra, dita e shtunë ju sjell pikërisht realizimin e një objektivi tuaj, për cilin jeni munduar të paktën, si të thuash, këto 4 muajt e fundit, dhe më në fund arrihet, më në fund vjen. Me çfarë mund të ketë bëj? Po me punën, me karrierën, me vetë ju, se si e shikoni veten dhe çfarë objektivash e vendosni vetes. Le të themi që është ditë manifestimi kjo për ju. Kujdes vetëm do të bëni me çdo individ është narcist, ju detyron t'i bëni gjërat siç duan ata. Pra qëndroni larg gjërave dhe personave të tillë, por pjesën tjetër pastaj është shumë okay. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e detajeve, të parë gjërat me imtësi, pra e bisedave shumë të thella, të bëni të punës, e të bëni të punës në mënyrë sa më korrekte, sa më precize, të dorëzuarit të punës në kohë. Kështu që shumë prej jush duket se arrini një farë suksesi dhe në punë, po dhe në familje dhe në aspektin personal, për shkak se do t'jeni shumë të fokusuar ndaj detajeve, do t'jenë pikërisht të detaje ato të cilat do të bëjnë edhe diferencën tek ju dhe tek të tjerët. Kështu që nëse keni vendime të rëndësishme për të marrë të dielën apo keni biseda të rëndësishme për të bërë, faktikisht do të kapeni pas detajeve, është ajo që do të bëjë diferencën dhe normalisht ju çon drejt suksesit edhe juve. Përshëndetje shenja Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Një javë me të vërtet e rëndësishme, sido që të jetë, të mos pritët 10 ditë që të parë, Urani bën gati të kalojë në shenjën e binjakëve, do të luajë një rol të rëndësishëm edhe për ju, duke sjell ato situata të papritura, surpriza, të këndshme të pakëndshme që si ka. Dhe për një 7 vjeçar sigurisht edhe ju do të jeni të ndikuar nga kjo lëvizje planetare e radhës. Do të flasim në mënyrë më analitike se si do ndikoj dhe çfarë mund të prisni deri diku, sepse Urani është totalisht i paparashikueshëm. Në një video të posaçme, ju nëse ndjeni nevojën e të rezervuar një takimi personal, atëherë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, çfarë do themi tani? Ju jeni të mbrojtur nga çdo lloj rreziku, ose nëse do të ndjeni në rrezik, do të jeni shumë protektiv ndaj vetes dhe shumë, së thuash, në mbrojtje në total. Sido që jeta ama duket se një vendimi juaj për të sjellë në mënyrë heroike, për të shpëtuar ditën, situatën, momentin se doni quajeni ju sjell një sukses shumë të madh. Dhe nëse do të keni nevojë për mbështetje, ndihmë, suport, sigurisht që nuk ka për t'ju munguar, por që them dhe një herë, nesër dita ju ofron një mbrojtje maksimale, e cila si qëllim ka t'ju ndihmoj të arrini qëllimet dhe objektivat tuaja pas një lloj pengese. Pra ditën e hënë, dhe ka dhe shumë gjasa që shumë prej jush të ndiheni ose të luani një rol protektiv ndaj vetes dhe të tjerëve, sidomos që do të keni interesa shumë të larta për të mbrojtur. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë personifikon, personalizon Finiksin. Lidhni ose vdisni për të ringjallur. Pra me sa duket diçka ka mbaruar në jetën tuaj, ka mbaruar tek ju vetë, nuk keni më të njëjtë persona që ishit, ndoshta nuk ju gjen dita e martë më në të njëjtin vend pune, ose ndani mendin se s'doni më të jeni në të njëjtin vend pune, ose me situata të caktuara nuk duket se ju lidh më puna, dhe në total ka të bëjë me të gjithë juve që e kaluat një situatë të tillë kur ju desh të zerroheshit totalisht në një marrëdhënie pune, një marrëdhënie personale, me shëndetin tuaj, me situata që kaluat ekonomiko-financiare, me çfarëdo gjë ishte, ku me sa duket prekët zero, domethënë u bët hi, shkrumbe hi, për të rilindur tani në një dritë të re, shumë herë më bezulluese, shumë herë më shpërthyese, shumë herë më vitale. Kështu që bëhuni gati sepse një erë e re fillon në jetën tuaj dhe sigurisht që kjo i referohet më tepër i vetë 10 ditë të parë, sikur se tash kjo është prekja e Uranit nga shenja e binjakëve që ka për të qenë me të vërtet spektakolare dhe që për pjesë më të madhe prej jush ka të bëjë dhe me karrierën, statusin dhe aspektin personal, pra ta autoritetit tuaj.
Këtu çdo gjë është e mundur. Dita e martë ju thot nuk ka kufi, nuk ka limit. Dhe çfarëdo lloj gjëje dëshironi të realizoni, duket se realizohet madje në një mënyrë magjike, mund të thoshim, që truri nuk e kap dot, nuk e percepton dot. Atëre për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita, çfarë do themi tani këtu, favorizon çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me intimitetin. Për juve që keni pas probleme në çift, e rigjeni atë rrugën tek njëri tjetri, për të gjithë juve që jeni në një marrëdhënie me libido shumë të lartë, do e shijoni në maksimum këtë gjë, kujdes na masa ndonjëherë ma kthehen gjërat në skandale të mëdha. Në total do të thotë që në një marrëdhënie në çift do shijoni shumë njëri tjetrin. Si të jetë një marrëdhënie e fshet, ashtu të jetë një marrëdhënie konsoliduar, kjo gjë është fenomenale. Domethënë, është pasioni në maksimum. Për të gjithë juve që po kërkoni diçka të tillë, duket se ju vjen. Okej. Pra quajeni një ditë të papërsëritshme dhe nuk ka të bëjë vetëm me aspektin sa thuash, marrëdhënieve intime, ka të bëjë dhe me çfarëdo lloj gjëje quhet eksperiencë astrale. Nuk e di sa e keni idenë e kësaj fjale që po them, por ëndrat nuk kanë për të qenë të zakonshme. Fshehin diçka tjetër dhe juve ju çojnë të tjera realitete. Shumë prej jush arrit të zhbllokoni atë vetdijen tuaj, poshtë njegon tuaj dhe fitoni diçka më të madhe se kaq. Nice, ta shohim se çfarë do ju sjelli realisht, po që favorizon shumë marrëdhëniet në çift dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me spiritualitetin, me ëndrat, me përjetimet jashtë ose si themi, shkëputjen nga realisht ose eksperiencat jashtë trupit në kur jemi duke fjetur gjumë e të tilla gjëra. Kjo është udhëtimi astral fundja. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është momenti për të vepruar, nuk është momenti për të qëndruar në vend numërosh, momenti për ta marrë situatën në dorë dhe për t'i dhënë vetes një mundësi, se do jetë rezultati pozitiv apo negativ, nuk ka fare rëndësi ka që t'i një hapin, pra fitoni dhe përgjatë procesit, nuk ka rëndësi pra rezultati. Gjithë kjo është një fitore e madhe për ju, por çdo që të jetë dita e enjte kërkon veprim. Veprim për kudo ju duhet të merrni një farë vendimi apo të tregoni vendosmërinë tuaj apo të kërkoni të drejtën tuaj apo çfarëdo lloj gjëje qoftë. Mos qëndroni më në vend numëror, por ecni dhe çfarëdo lloj gjëje është e juaja, do jetë e juaja, çfarëdo lloj gjëje do të ndodhi, thjesht do të ndodhi. Është momenti pra për të lëvizur. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është ditë shumë e bukur për sa i përket e njëjta gjë vlen, siç u thash, pra jeni ju që duhet të vendosni, duhet të lëvizni, duhet të kërkoni, çfarë do sjelli momenti si rezultat është tjetër gjë, ndërkohë që dita e premte tregon një farë mobiliteti, është e kundërta e ditës së enjte. Do të thotë që këtu qëndroni pak dhe mendoni çik më gjëre gjatë se cilat janë fitimet e mia dhe cilat janë humbjet e mia në një situatë të caktuar. Mos u fokusoni ka gjatë tek humbja apo fitimi. Fokusoni tek fakti që sido që të jetë, ajo çka duhet të ndryshojë në jetën tuaj ka në momenti që të ndryshojë dhe nuk ka rëndësi se si që është tek rëndësi ka që thjesht duhet të ndodhi. Dhe këtë gjë ta kuptoni shumë qartë ditën e premte, kur çdo lloj vonese duket se ju shkakton më shumë dëm se sa reagimi kundrejt saj. Thënë martë më kurrente premte po. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e forcës, është dita e disiplinës, është dita e kërkoj dhe është e imja, është dita që shumë prej jush dhe mund të vendosin të nisin një sport, ose të nisin një aktivitet fizik, ose të bëjnë një farë abonimi në një palestër, të nisin palestrën. Por që çdo që të jetë është dita ku dhe zgjidhen probleme, dhe zgjidhen situata, çfarëdo gjë do mos ju lidh me ambientin e punës, dhe keni pas probleme aty ose çështje pune, dorëzimi i punës tuaj në kohën e përcaktuar, pra çfarëdo gjë që ka të bëjë me punën, me shëndetin, me përditshmërinë, duket se merr një realizim ose një kthes shumë të bukur ditën e shtunë dhe me sa duket edhe ju jeni më të vendosur që çfarëdo lloj gjëje kërkoni të arrini, të trysnoni që të arrihet rezultati i favorshëm për ju. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel dalim, festojmë, jeni të ftuar në ditëlindje, jeni të ftuar në një martesë, jeni të ftuar në një çfarëdo lloj ekspozit, çfarëdo lloj gjë qoftë, keni sy të hapur këtu.
E para njerë gëzoni vetë nëse jeni pjesë e kësaj gjëje, por nëse jo, atëherë triumfi është i juaj, kjo festë është për ju, shijojeni në maksimum, shumë mirë që ja dolët dhe arritët, por keni dhe mendjen sepse për ju të gjithë që jeni vetëm, duket se këtu dikë e njihni dhe normalisht ka dhe shumë gjasë që të jetë edhe personi i jetës tuaj. Kështu që kështu. Përshëndetje, përshëndetje një Virgjëreshës, dia ku jemi përsëri dhe mirë se më vini përsëri. Sot ditë e diel këtu në Zodiac Oracle për të parë dhe njerë si çdo javë, se si do vete kjo javë për ju. Gjëra të rëndësishme ka. Sidomos për sa i përket gjërave që jeni akoma duke i zbuluar, duke kuptuar të fshehtat që ju janë mbajtur, të fshehtat që edhe ju mbase ndoshta nuk keni dashur ju dalin në pa, po që ja ku po ju dalin. Çfarë do gjë ka të bëjë me pronën e përbashkët ose vlerat monetare të përbashkëta që i ndani me bashortin ose me individ të tjerë për investimet tuaja. Çfarë do gjë ka të bëjë me pronën, çfarë do gjë ka të bëjë me situata të thella të brendshme tuaja, ku me sa duket një farë zgjidhje po trysnoheni të gjeni ose jeni detyruar të pranoni situatat për atë çka po ju shfaqin, po ju tregojnë. Me kujdes dhe me shëndeti dhe me gjëra dhe me punën dhe me gjëra të tilla, por që në total, këto do i analizojmë ndoshta në një moment tjetër. Por ju do të jeni të parë momenti i rëndësishëm edhe është kalimi i Uranit nga Demi në shenjën e binjakëve, që normalisht kjo do ketë një goxha impakt. Por që tash për këto do flasim në një moment tjetër, sido që të jetë për të rezervuar takimin tuaj në privat, për këdo ka dëshirë, nevojë nëse doni, atëherë mund të më kontaktoj, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani, për sa i përket ditës së nesërme, zaret rrotullohen dhe varet se ku rastis të bien. Faktori fat është shumë i rëndësishëm për juve nesër, por që e shikoj që një pjesë e mirë e juaja do i luani të gjitha. O fitore, o asgjë. Unë do të thosha kujdes kur merrni riske, studiojeni mirë situatën, sigurisht në momentet e caktuara dhe ja lë fatit të vendosi, por në këto momente, në këto kohë që po kalojmë, fati është çik i çuditshëm, sido që të jetë doni ta provokoni atë nesër, por që asnjë gjë nuk është e sigurt për sa i përket rezultatit. Pra e shikoj që nesër keni tendencën për të luajtur të gjitha dhe o të gjitha o asgjë. Nëse megjithatë të shohim se si situata do ju shkoj nesër. Ju jeni të predispozuar që s'kam për të humbur gjë, kështu do të thënë me sa duket luan situata në kokën tuaj dhe po e provoj një herë të shkoj të dali po të dali. Për sa i përket ditës së martë, mos u lodhni kot për të arritur një rezultat të caktuar, mos u lodhni kot që t'i bëni gjërat si doni ju, sepse me sa duket nuk ju ecin gjërat ashtu sikur se ju doni. Kështu që me sa duket dhe e hëna dhe marta janë 2 ditë në të cilat e provokoni fatin, po jam dakord, po e arrini rezultatin me sa duket jo ashtu sikur se ju e dëshironi. Për sa i përket ditës së mërkur, këtu kujdes njerë mos ekspozoni në publik. Dhe unë ju thash, shiko se banesa e 8, ajo që po i pushtroja që parë, ka të bëjë dhe me ekspozimi, ka të bëjë dhe me të fshehta tuaja që dalin sipërfaqe, ka të bëjë edhe me skandale, ka të bëjë dhe me gjëra të tilla, kështu që unë po ju them, deri nga e mërkura me sa duket këtu, kujdes të mos ekspozoni, kujdes mos t'i trysnoni deri aty situata sa të dilni ju të humbur, kujdes me imazhin tuaj, kujdes në vija të përgjithshme. Nuk di çfarë të them më shumë se kaq, sepse duken vetë gjëra, domethënë. Kjo do kujdes të mos ju vënë rrezik, kujdes të mbroni interesin tuaj sikurse thashë në fillim, kujdes manipulimin, ngacmimin, të gjitha këto gjëra, domethënë do kujdes deri nga e mërkura me sa duket situata. Për sa i përket ditës së njëjtë, gjërat fillojnë dhe ndryshojnë. Domethënë këtu çdo gjë është e mundur, në fal punës tuaj duket se vlerësojeni, frytet më në fund, ose puna duket se po jep frytet e veta më në fund, kështu që për financa dhe për çfarëdo gjë ka të bëjë bollëk dhe prosperitet në jetën tuaj, për çfarëdo gjë jeni lodhur, jeni munduar dhe strapacuar, duket se ju del çdo gjë për mirë dhe prej këtij tutje duket sikur gjërat po lëvizin në favorin tuaj. Kjo gjë vlen edhe për sa i përket dashurisë dhe për sa i përket tash çfarëdo gjë lidhet me prosperitetin dhe bollokun, po dhe për sa i përket shëndetit, që nëse keni pasur probleme, duket se i kaloni ato me sukses. Diçka e mirë po vjen,
dhe kjo sigurisht fal punës tuaj, por edhe për sa i përket gjërave të tjera nuk po ecni keq, kështu që e njëjtja është ditë shumë e favorshme për të parë një situatë që del në favorin tuaj, për të se thua marrë frytet e punës tuaj dhe avash të filloni të stabilizojeni pjesë e mire juaja. Për sa i përket pastaj ditës së premte, këtu çfarë të themi tani këtu? Këtu themi nëse keni gabuar do e postoni. Pra bëni kujdes me çfarëdo lloj gjëje, thash e vini vetëm para rrezikut, ekspozoni, bëheni targeti dikujt, pra bëni kujdes sepse shumë qartë duket se kush po trysnon mbi të tjerë do e postoj vetë. Në rastin tjetër pastaj ku dikush po trysnon mbi ju, ky është momenti më i mirë për t'u çliruar, për t'u shkëputur nga manipulimi, nga se thua të qenit i lidhur pas një situate që nuk do më të vazhdosh të jesh. Këtu e keni vetë zgjidhjen në duart tuaja dhe shumë mund t'ja dilni të shpëtoni, por thash, ndalni në dy kategori. Jeni ju të cilët do e pësoni dhe do vuani pasojat e gjithçka e keni gatuar deri më tani, qoftë në punë, aspektin personal, punë thash. Pra profesional, personal, ekonomiko-financiar, kudo që keni ushtruar atë presionin tuaj negativ, ju të tjerët që ju është ushtruar një farë presioni, keni mundësin tani të shpëtoni me pak fjalë. Kështu. Përsa i që është kjo e premtja, e thënë e marrën kurrejtë e premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë kujdes me shëndetin, domethënë me sa duket kjo është një javë që kujdes duhet të bëjmë në përgjithësi. Dhe kujdes me shëndetin me të vërtet, sepse në qoftë se kaq shumë po mundoheni këtë javë që të arrini objektiva të caktuara, duke që se akoma në çështje shëndetësore të gjithë duhet të bëjmë kujdes, dhe unë ju thash, juve dhe për çështje pune, po dhe për çështje shëndetësore, ai Plutoni sido që të jetë, ju a jep një farë indicje, ju thotë bore bëni çik kujdes, kujdesuni çik më tepër për veten tuaj. Kështu që sido që të jetë, nuk janë gjëra madhore, duhet të kuptoni që vinë si rezultate i lodhjes, i imunitetit të dobët, kështu që ju lutem shumë, jepini çik më tepër kujdes vetes, nëse doni. Nëse s'doni, sido që të jetë, ato që janë për të ardhur do vinë. Dhe vazhdojmë me ditën e diel, dhe ta mbyllim këtu. Atëre, për sa i përket ditës së bukur të diel, këtu drejtësia vjet në vend. Domethënë se të thuash përsëri, merreni si të doni, kjo javë ju vë para përgjegjësisë dhe unë thash, ata që kanë gabuar do ekspozohen dhe do vuajnë pasojat, ata të cilët janë nështruar një situate sepse situata ka dashur të jetë e tillë, marrin drejtsinë e tyre më në fund, pra drejtësia vjet në vend. Për të gjithë juve që një proces ligjor, gjyqësor, ku drejtësia thëret për drejtësi, atëherë le të themi se do e merrni atë gjë që meritoni, por le të themi është më tepër një ditë karme, ku ajo çka duhet të vihet në vend, do vihet në vend. Dhe për këdo që ka vuajtur tash pasojat e veprimeve të dikujt tjetër, ata të tjerët thirren para drejtësisë personale, ose sa thuash njerëzore, nëse po flasim për një gjykatë ku do zgjidhet kjo çështje, nëse jeni në çështje ligjore ose hynore, si themi ne, ku ai vetë atje lart e vendos ligjin ashtu sikurse duhet ta vendosi dhe është i pagabueshëm fare. Kështu që në fund të javës le të themi që vendoset drejtësi. Bëhet drejtësi në fund fare. Kjo është e rëndësishme. Përshëndetje, përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që dhe për ju kjo e rëndësishme, ai uraj që do kaloj në shenjën e binjakëve për ju është i favorshëm, shenjë ajri dhe ajo si puna juaj, si ndryshime të favorshme për ju, jo keq, do thosha, mirë janë gjërat, mirë do ecin, nejse, si do që të jetë, do flasim në lidhje me këto gjëra. Do flasim një video të posaçme se ku favorizohet secili prej jush, por që pikë së pari do të jeni të 10 ditë të parë që do ndikoheni nga këto gjëra. Juve të 10 ditë të parë gjithashtu bëni kujdes sepse planetet e rëndësishëm janë mbledhur shenjën e dashit dhe diçka po tregojnë në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me çështje ligjore, me çështje kontratash, me çështje bashkëtesash, me çështje marrëdhënies në çift ose marrëdhënies me kolegë, të cilët sikur nuk po ju dalin tamam të besueshëm, ose duket sikur më tepër po kthehen në armiq, me vjerën, me domethënë njerëz nga bashortja. Nëse çon si ka, do bëni kujdes me gjëra të tilla. Jo vetëm 10 ditë të fundit, Marsi aktualisht po pret 10 ditën e fundit të dashit, edhe këtu kujdes me një marrëdhënie, ndoshta të cilës i ka ardhur fundi dhe ju duhet ta pranoni këtë gjë.
ose me një çështje që duhet zgjidhur në plan ligjor dhe duhet me se s'bën të rini mi kokë. Tani, për sa i përket ditës, për sa i përket para një rezervim takimit tuaj në privat, për të gjithë që kanë dëshirën, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe për sa i përket ditës hënë, atëherë këtu jemi të humbur, do të thënë jemi në një situatë ku as vetë nuk dim se çfarë drejtimi t'i japim. Nuk e dim se nga ta nisim, nuk e dim se nga ta bitisim, nuk duket se kur ka dritë në fund të tunelit, më tepër duket kaotike situata se sa e zgjidhshme. Dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, dëgjoni intuitën tuaj dhe nuk do gaboni. Fundja duhet ta kuptoni se edhe vetë çuat vete në këtë lloj situatash, tani ka ardhur momenti që t'i zgjidhni pikërisht këto gjëra, sado konfliktuale, sado e vështirë të duket situata, sado e çorientuese të duket të jetë, them se zgjidhjen ke për ta gjetur vetë dhe keni pikërisht për të gjithë tireni, për të gjetur zgjidhjen e një problemi aktual që mund të jetë një problem në shtëpi, në familje, në karrierë, në shoqëri, në dashuri, në kudo qoftë, dhe duhet juve t'ja gjeni zgjidhjen sikur se thash, ose çfarë të them, duhet të gjeni dhe veten, disa e keni humbur veten, nuk dini më se kush jeni dhe normalisht do të ktheheni përsëri në vetvete. Edhe kjo gjë është dhe më e vështirë akoma. Tani për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që nuk ka vlerë të rish të vrasësh mendjen për diçka që ka ndodhur kohë më parë, ishte një gabim, u krye, mbaroi. Do të thënë është e kot të harxhosh më shumë kohë dhe energji për diçka që u bë gabim. Kështu që çfarëdo gjëje ka ndodhur apo do të ndodhi në këtë ditë, brenda kësaj dite, do të kuptoni se do jetë e kot ta vazhdoni më tej se aq, dhe më tej momentit kur kjo gjë do të ketë ndodhur. Sido që të jetë shoqërohet dita me një zhgënjim, me humbjen e besimit ndaj dikujt, me një gabim që do e bëni ju ose e bëjnë të tjerët dhe ju se thuash mërzisin ose ju zhgënjejnë sikur se tash, është një ditë që tash mos e vrisi shumë mendjen për gabime ose për situata që do të jenë krijuar, sepse thjesht aq po u dëm ju bën, nuk është e kot të rish ta analizosh të vrasësh të thuash mendjen për më tej. Ajo çka do të kuptoni se gjithmonë gjëra të tilla ndodhin. Çfarëdo gjë mund të jetë, mund të jetë gabim në punë, mund të jetë gabim në një marrëdhënie, mund të jetë një prisha makinën, prisha veglën, prisha, nuk e di, një marrëdhënie pune, çfarëdo gjë qoftë, gabimet ndodhin dhe nuk kemi se çfarë t'i bëjmë dhe është e kot të rish të vrasësh mendjen që pse dhe pse. Në njerëzit duhet të pranosh thjesht faktin që ndodhi. Dhe çfarëdo gjëje mund t'i vi fundi, sado që zhgënjehesh apo të vjen keq, duhet ta pranosh se ka ardhur fundi dhe s'ka çfarë t'i bësh më. Pra i kishte ardhur ora, si të thuash. Për sa i përket ditës së mërkurë, favorizon familjen, ose ju do të jeni shumë në mendime për të krijuar familjen tuaj, pra do e mendoni këtë gjë gjatë, ose favorizon një moment bashkëjetese, ose çfarëdo gjë ka të bëjë me një problem që mund ta keni pas familjen tuaj dhe zgjidhet, ose me një fëmijë që vjen dhe zgjeron familjen tuaj, çfarëdo gjë qoftë, jeni në momente shumë të bukura, prindërimi, favorizon shumë prindërimi një herë dhe puna krijuese, duke qenë se dhe fëmia është pjesë e punës krijuese, atëherë prindërimi këtu do qëndrojmë. Por dhe çfarëdo gjë ju lidh me motra, vëllezër, me farefis, me jetën dhe lumturinë e jetës si vjen përmes familjes, duket se gjëra të tilla ju gëzojnë dhe ju ndihmojnë të ecni përpara. Familja ka për të qenë një mbështetje shumë e madhe për ju, nëse do të keni nevojë për mbështetjen e saj. Dhe shumë madje për ju duket se do kërkoni të dini origjina juaj. Ku nga vjen, ku e keni origjinën tuaj, do të thënë, do kërkoni të gjeni rrënjët tuaja nëse doni. Por që lidhje familjare duket se forcojnë edhe më shumë gjatë ditës së mërkurë, ose brenda familjes duket se gëzoheni në total. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e kujdes aksidenteve përsëri, kujdes e tensioneve, kujdes e nxitimit, kujdes e se thuash irritimit, e impulsivitetit, kujdes me këto gjëra, por është edhe një ditë shumë e bukur që në qoftë se keni objektiva të rëndësishme për të arritur, mund t'i arrini, por duhet jeni shumë të fokusuar me objektivin shumë të qartë para jush që të arrihet kjo gjë. Pra, nëse evitoni acarimin, nxitimin, arrogancën dhe impulsivitetin, por thjesht fokusoheni në arritjen e objektivit tuaj, pa qenë egoist, atëherë themi se rezultati ju favorizon jashtë mase shumë. Pra,
kapni momentin edhe shënjestroni që të arrini atë që doni, por me kujdes. Pa u nxituar, jo me acarin, jo me nervozizëm, jo me arrogancë, thjesht shënjestro dhe qëllo, kaq. Kjo ka rëndësi dhe u arrita që do. 1, 2, 3, 4, ejte, e hënë e martë, e mërkure, ejte, thamë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që sado që të përpiqeni të sillni një ndryshim në situatën në cilën ndodheni, do të ishte pamundur. Domethënë, më mirë qëndroni, vështroni situatën nga larg, mundoni të mos përfshiheni, mundoni të mos e ndryshoni atë, sepse nuk do të arrinit edhe diçka. Domethënë, është një situatë e cila për momentin nuk mund të ndryshojë. Pra, domethënë mua si ta kuptoj këtë, po, do të ikësh nga një vend pune ku je. Për momentin nuk favorizon. Do të mbyllësh një marrëdhënie në çift, nuk bëhet për momentin, ose do ta kthesh dikë, akoma nuk është moment të kthehet, dhe nuk e dihet nëse do kthehet. Pra, është një pamundësi për të ndryshuar situatën, cila do qoftë ajo situatë në cilën ndodheni. Thjesht do të qëndrosh statik dhe të presësh të vi ai ndryshim të cilin po kërkon. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë që them tani këtu, është dita që brenda faktorit fat, çdo gjë mund ta bëj të mundur, do të thënë, si të thua, shipi një mundësi vetes për realizim dhe nuk i dihet se çfarë ajo mund të sjellë, si të thuash, i luaj të gjitha 50-50, 50 me 50, ai çfarë të dalë, çfarë të jetë për të dalë, le të dali. Kështu që ju mirë do bëni të jeni hapat tuaja, mirë do të ishte të vepronit, por se çfarë do të vijë si rezultat, ajo varet, domethënë, nuk është asnjë gjë e qartë akoma. Çdo gjë është e mundur, juve thjesht jepni mundësi vetes për të vepruar. Tani, përsa i përket ditës së diel, dita e diell sjell të papriturën dhe këtu shumë prej jush që keni gabuar do vuani pasojat në besoni, kjo është letra e karmës që tregon se ai që gaboi, ai dhe do vuaj. Por, sido që tjetë, tregon edhe se, nëse diçka i ka ardhur fundi, nëse diçka ka mbaruar ose po mbaron, mos e kundërshtoni, do vuajni, do i vuani pasojat edhe më keq akoma, dhe ju lutem shumë qëndroni larg çdo lloj konflikti apo situate që ju çon në konflikt, në përplasje lektike ose fizike. Kujdes dhe me autoritetet e shtetit, juve që normalisht duhet të bëni kujdes. Përshëndetje, përshëndetje shenja Akrepi dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë shumë e rëndësishme për ju të dhjetëdiçit të fundit, çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me marrëdhënien në çift, me çështje ligjore gjyqësore, me çfarëdo lloj gjë do ta zgjidhni dhe ka të bëjë me drejtësinë në total, çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me armiqtë tuaj, çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me vjeri, vjera, farefis nga ne bashkëshortë, bashkëshortes, me një bashkëjetes, me të tilla gjëra ta kuptoni, duket se i jepet një farë fundi brenda kësaj jave, thjesht rezultati mund të mos jetë ama ai që pristet ju, ose le të themi që gjithë kjo situatë ka atë faktorin e befasisë brenda vetes së vet. Pra Urani nga shenja e Demit që përfaqëson banesën e 7, ato gjë që u thash domethënë, largohet për të kaluar tek shenja e Binjakëve, por përpara se të largohet sjell diçka të papritur që për disa mund të jetë mirë, për disa do kujdes. Sido që tjetë do të flasim për këto në një video të posaçme. Ju, në qoftë se dëshironi, mund të rezervoni takimin tuaj në privat duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, këtu nuk e di, ka çështje të cilat ende nuk i keni zgjidhur, i keni bërë shumë mullar gjërat si të thuash dhe gjithnjë më tepër i shtyni, nuk mund të vazhdohet në mënyrë të tillë, jeni detyruar të përballeni me çfarëdo gjëje e keni shtyr deri më tani dhe të jepni një farë zgjidhje. Gjithashtu është një ditë që do ta kaloni, do ta shpenzoni me mendimin se do të jepni më shumë rëndësi aspektit praktik të jetës tuaj, të punës, të arritjeve tuaja, të aspektit material, që ka marritur, që duhet ari, çfarë duhet të akoma sistemoj, të vëni farë vije, kështu që nga njëra duhet të zgjidhni situata të caktuara që keni kohë që po i vononi, nga ana tjetër duhet të jepni drejtim situatave që të arrit një farë stabiliteti, që normalisht akoma me sa duket nuk është arritur. Për disa thash, ka të bëjë me një ndarje, marr valizhet edhe iki, ta kuptoni këtë gjë. Për sa i përket ditës së martë, dia e martë është dita e kreativitetit, e forcës, e arritjes, e suksesit, e vullnetit të shumë të fortë që normalisht çon një sukses shumë të madh. Por është dita e angazhimeve, kështu që dita e martë shumë mund të sjellë dhe një bashkëpunim shumë të rëndësishëm ose një marrëdhënie merr një drejtim me të vërtet të rëndësishëm, me një fejes, bashkëjetes,
martesë nëse doni, kështu që është dita e suksesit e arritjeve në punë, ku vlerësoheni dhe merrni atë gjë që meritoni, po dhe në aspektin personal duket se vlen tuaj njëjta gjë. Përsa i përket vlerës monetare dhe materiale të jetës tuaj, këtu diçka shumë e madhe arrihet dhe duket se shumë prej jush arrini të vërtet stabilizoni një çështje me natyrë ekonomiko-financiare. Të tjerë duket se zhvilloni dhe më tepër aftësitë tuaja spirituale, do thosha, metafizike. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e bëni kujdes me shëndetin tuaj, shumë prej jush e keni lodhur dhe stërmunduar veten tuaj, do të vuani pasojat e para, mos harroni që akoma jemi në një fazë ku me shëndetin vërtet të gjithë duhet të bëjmë kujdes. Kështu që dita e mërkurit thot pikërisht këtë gjë. Kujdes, diku keni gabuar, diku po gaboni, diku po lini veten pas dore, diku po e trysnoni veten më shumë nga ç'duhet, edhe duhet të kujdeseni pak po më mirë për të. Fundja mos harroni është edhe si të thuash, është vlera më e rëndësishme shëndeti. Nuk ka më mirë se aq. Kështu që me kujdes, mund të keni një çështje të tillë emergjente me shëndetin tuaj, ndaj edhe bëni kujdes. Pra, nëse po e ndjeni se trupi juaj po reagon që tani jeni në kohë akoma, ta evitoni këtë gjë që po them për ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte pastaj, këtu çfarë të themi? Këtu kush ka gabuar një herë, dihet shumë qartë që këto nga këto nuk shpëton, por në qoftë se ndodhen një situatë të tillë, do të thënë ku ndjeni të trysnuar, të manipuluar, të kontrolluar, atëherë ka momenti që të mundoheni dhe ta shpëtoni veten. Se do të jetë kjo në familje, në një situatë familjare, në një situatë çuditshme të kaluar me veten tuaj, me fëmijërin tuaj, pra mund të jetë një ves, mund të jetë një tendencë juaja negative kundrejt vetes, çfarëdo lloj gjë qoftë, mundohuni që të shpëtoni. Fundja askush nuk mund të shpëtojë, të vetmi që mund ta shpëtoni veten tuaj jeni pikërisht ju. Por në qoftë se për ndonjë arsye apo një tjetër keni abuzuar me cilindo post apo çfarëdo lloj besimi ju është dhënë, atëherë të përballeni me pasojat besomëni. Në rregull. Nuk kam çfarë të them më shumë se kaq. Kjo është realisht dita e enjte. Nëse ndjeni të bllokuar e keni veten në dorë dhe mund të shpëtoni prej saj, çdo lloj bllokese të jetë. Në qoftë se të tjerë po ushtrojnë ndikim mbi ju, mundohuni që të merrni përsëri situatën në duar të shpëtoni veten se s'ka kush të shpëtojë tjetër. Kujdes me manipulimet, gënjeshtrat, mashtrimet, gjëra të tilla dhe gjithashtu duhet marrë parasysh dhe duhet thënë se në qoftë se jeni përfshirë në një situatë që e vën në rrezik sigurinë tuaj, atëherë do përballeni me pasojat. Pra e hënë martëm kurrente. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e arritjes, së zhvillimit, e çfarëdo gjë ka të bëjë me sidomos njerë financa, do me thënë këtu duket se një marrëveshje ose një të thuash, jo të marrëveshje dhe bashkëpunim, por ka të bëjë më tepër me shfrytëzimin e një prone që e keni, ose shfrytëzimin e të ardhurave të përbashkëta që ndani me partneren, ose çfarëdo gjë ka të bëjë me një çështje trashëgimie, akdurimi, me një investim që ndoshta keni bërë në emër dikujt tjetër ose nëse menaxhoni investimin e dikujt tjetër, çfarëdo gjë ka të bëjë me bursën nëse doni, me investime që i bëni përmes bursës apo fitimeve që vinë përmes saj, duket se ju ecin shumë mirë. Por që në total është dita e bollëkut, e prosperitetit, çfarëdo gjë vjen me bollëk në përgjithësi në jetën tuaj, është një ditë që çdo gjë është e mundur, sidomos për sa i përket çështjeve të punës, të shëndetit dhe të gjithçkaje, pra vjen me bollëk. Diçka e madhe po vjen në fakt, diçka e madhe po përgatitet ditën e premte, mundohuni që ta shfrytëzoni ashtu siç duhet. E hënë martëm kurrente premte. Ta është dhe shëndetje, gjitha përfshin aty. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e lëre mosulo se asgjë nuk bëhet, gjërat janë të bllokuara. Do me thënë, e shtuna nuk favorizon për vendime të rëndësishme, nuk favorizon për zgjedhjen e situatave, sepse sa do të mundoheshit ju, kjo gjë do të ishte e pamundur, momenti nuk premton. Kështu që lëre për më vonë, çfarëdo gjë ke në mendje dhe do të arrish, nuk do arrihet, domethënë. Pra, planet tuaja, objektivat tuaja, organizimet që bëni, pritëmëritë që keni, duket se nuk shkojnë gjëkundi. E hënë e martëm kurrente premte shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel e njëjta gjë, domethënë,
ndoshta po insistoni të arrini një objektiv ose realizimin e një situate në mënyrë të gabuar, duke ndjek një rrugë të gabuar. Dhe nëse ju dalin pengesa, apo ju dalin pikërisht për këtë gjë, të kuptoni se këtu nuk realizoheni dot. Këtu nuk keni se çfarë të prisni dhe duhet të zgjidhni një rrugë tjetër. Sido që të jetë është dita që po, edhe ditën e shtunë, por dhe ditën e diel duket se përballen me problematika të caktuara, të cilat me sa duket nuk gjejnë zgjidhje. Zgjidhje për çështje familjare, për çështje personale, çështje që ju lidhin me të kaluarën, me çështje prone, me gjëra të tilla, domethënë duket se nuk ecin ashtu sikurse ju do dëshironit. Kështu që mundoni të ruani qetësinë, do kaloj moment është, por mos i trysnoni gjërat, as ditën e shtunë, as ditën e diel, sepse me sa duket shumë gjasa ka që të mos arrini dot gjë. Përshëndetje një shigjetari dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila sjell ndryshime edhe për ju, për faktin se Urani do kalojë në shenjën e binjakëve, normalisht do sjellë ndryshime edhe për ju. Do flasim se çfarë ndryshime zesti që tek do vinë këto ndryshime dhe për çfarë nuk është as për mirë as për keq, por se ku do ndikojë tek secili. Fundjavës të thuash varet në çfarë situate po ju gjen. Aty ku dikush ka gabuar do sjelli çdo lloj gjëje që do të ndodhe që do paguaj që do të paguaj, në qoftë se po përpiqeni shumë për të arritur diçka, po e bëni në mënyrë të gabuar, do ju tregoj cila është rruga e dur, do ju pëlqej apo s'do ju pëlqej, dhe në përgjithësi ka këtë lloj efekti të thuash Urani të papriturës. Sido që të jetë për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin në WhatsApp 069 640 2290, përsa i përket ditës së hënë, këtu nuk e di, o po udhëtoni diku, o do ju lidhi puna me një situatë të cilës do t'i shkoni shumë thellë për të kuptuar se si është e vërteta, ose puna do ju lidhi me një situatë të tillë ku do të gjeni zgjidhje një problemi dhe për të gjetur zgjidhje do të pyesni 1000 veta dhe do bëni pastaj si dini juve vet, ose me të vërtetë jeni duke organizuar një udhëtim diku jashtë shtetit me i cili ju zhvillon jashtë mase shumë, të paktën psikologjikisht, moralisht, zgjeron horizontet tuaja përmes kërkimeve që dhe juve vetë bëni, duket se arrini rezultate shumë të kënaqshme në varet me çfarë do ju lidhi puna. Dita e hënë gjithashtu nuk e di, përmes ndoshta kontakteve që do të keni me persona që jetojnë jashtë, përmes eksperiencave që do të kaloni, duket sikur ndryshon këndvështrimi juaj të parit të gjërave apo i të bërit të gjërave deri më tani në lidhje me punën tuaj, me mënyrën se jetoni jetën tuaj, me një marrëdhënie që e keni në çift, bëhet kuptimi juaj me sa duket ndryshon. Dhe po, shumë prej jush dita e hënë ju gjen në një territor tjetër, në një punë të re, në një situatë të re, në një marrëdhënie të re, në një shtet të ri, çfarëdo lloj gjëje qoftë. Por që le të themi është momenti për të vendosur një drejtim të ri derisa të arrini në destinacionin tuaj. Nëse do e gjeni farë mënyrë ju se si ta gjeni veten, qoftë në çështje praktike, po dhe në çështje shpirtërore ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është përsëri e njëjta gjë, domethënë duket sikur ju pret një punë shumë e madhe, shumë e rëndësishme me veten tuaj një pikë së pari, me të analizuarit të vetes, të dëshirave tuaja, të asaj çka kërkoni, të eksplorimit të vetes, jam mirë këtu, jam mirë aty, ku më duhet të shkoj, çfarë do ishte më mira për mua, domethënë edhe dita e hënë dhe sidomos dita e martë ju çon në eksplorime të tilla. Pra mendimet tuaja bëjnë më të thella, ndjesitë bëjnë më të thella, derisa të kuptoni se çfarë është ajo çka realisht doni të arrini prej këtij në vazhdim. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita arrini po i folen aty ku je dhe kaq. Domethënë është një ditë që nuk përfshihemi, mundem të qëndrojmë larg konflikteve, larg tashetemeve, larg çfarëdo gjë që na implikon në gjëra në cilat nuk duam të implikohemi. Mund të arrini çdo që dëshironi shumë kollaj, pa lëvizur fare gishtin tuaj, por në qoftë se do t'i kërkoni ato me insistim të madh dhe mund të mos arrihet asnjë lloj gjëje, kështu që qëndroni të qetë, ruani qetësinë tuaj, prisni momentin tuaj dhe gjërat vinë vetiu, pa u lodhur juve fare. Në rregull, më mirë do ishte të mos lodhesh, me thënë drejtën. Për sa i përket shëndetit tuaj këtu, ditën e mërkurë, ju lutem shumë mundoni të kuptoni që keni nevojë për qetësi. Keni nevojë që thjesht të rini gjërat të rrjedhin, mos u angazhoni më shumë nga ç'duhet. Nëse ndjeni se jeni ngarkuar shumë fizikisht,
psikologjikisht po dhe fizikisht, merreni pushim. Po, mirë do të ishte të shtrihesh aty në divanin tuaj, krevatin tuaj, ku ndjeni ju më rehat, dhe sikur dhe ashtu ta kaloni gjithë ditën, nuk ju gjen asgjë e keqe, madje përkundrazi dhe më mirë është për ju. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte shumë komunikim, shumë jetë sociale, do thosha. Domethënë përmes të tjerëve kuptoni realisht se kush jeni ju, çfarë dëshironi, ose një grup i caktuar njerëzish ju bën pjesë të trupit të vet dhe duket se këtu zbuloni dhe ju aspekte të vetes cilat nuk i kishit parë deri më tani. Janë të tjerë ata që sjellin zgjidhje në problemet tuaja dhe në përgjithësi këtë gjë do them, zgjidhja vjen nga persona që ju duan, nga persona që janë domethënë mahniten nga ju dhe impresionohen nga ju dhe ju vlerësojnë shumë, kështu që edhe këtu përsëri tregohet dhe duket qartë që ju prapë nuk do lodheni për të arritur atë që dëshironi, sepse thjesht fati, universi, personat ua sjellin gjën ashtu sikurse ju duhet. Kështu që thjesht keni besim tek ajo çka ju vjen, nga ajo çka po krijohet si fat për ju, se vjen nga të tjerët, se vjen nga komuniteti, se vjen nga sikur se thash persona që duan të mirën apo nga jeta juaj sociale, nga çenti juaj social dhe nga rrethi juaj shoqëror i larmishëm, çon ka që influencojnë këto që ju të gjeni të bëni zgjidhjen e çështjeve dhe problematikave të cilat ju mundojnë, e hënë, e martë, e mërkur, e enjte. Përsa i përket ditës së premte, këtu nuk e di, jeni në një javë që ju thot mos u lodhni, lërini gjërat të rrjedhin vetvetiu, mos u përfshini ose mos e trysnoni momentin dhe situatën, lërini thjesht gjërat të rrjedhin. Tani sido që të jetë kjo dita e premtes, sjell sigurisht edhe mundësinë e të bërit paqe nëse jeni në një situatë ku konflikti ka qenë pjesë e punës tuaj, e marrëdhënieve tuaj shoqërore, marrëdhënies tuaj në çift, është momenti për të dorëzuar, për të pranuar situatën dhe pse jo, duke bërë dhe paqe me veten, duket se gjërat shkojnë edhe më mirë. Por dhe në një marrëdhënie konfliktuale, sikurse thash me dikë tjetër, duket se arrihet një farë akordësie, një farë marrëveshje dhe situata zgjidhet në favorin e të dyja palëve. Pra, qetë gjërat këtë javë, ju lutem shumë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë e eklipsit, të thuash, mbaroj diçka, mbaroj, po pse për të filluar diçka tjetër, ku? Në një marrëdhënie personale, lidhje me shëndetin tuaj, me financat, me jetën që keni bërë deri tani, me mënyrën se si keni kërkuar objektivat tuaja t'i arrini, me mënyrën se si keni besuar se bëhen gjërat, pra këtu diçka mbaron, në mënyrë që do filloj diçka tjetër, por është një moment e errësire dhe e brendshme, do thosha, ku edhe me veten tuaj duket se keni konflikt përpara se të arrihet paqja. Lëreni këtë situatë të rrjedhin natyrshëm, lëreni t'ju çojë atje ku ka për t'ju çuar dhe do rlini një ditë e re dhe do jetë shumë më e bukur se ajo çka iku dhe normalisht u shuajt para saj. Çdo lloj bllokese është e përkohshme, gjërat do kalojnë, por duhet të kuptoni se çdo gjë ndodh, qoftë në formën e bllokesës, të vonesave, të gjërave të tilla, të tërslëqeve nëse do, atëherë le të themi ndodhin për një arsye më madhore. Diku po ju çojnë këto gjëra ku ju nuk do të shkoni natyrshëm vetë, hënë martë më kurrente, premte shtunë. Juve do më bëni thjesht kujdes çik me shëndetin, okay? Tuaj, gjatë kësaj dite dhe mund të zbuloni diçka në lidhje me shëndetin tuaj që përsëri ka qenë për pasojë të mos kujdesjes ndaj vetes dhe në përgjithësi është një ditë ku shumë të vërteta dalin në pa. E shtuna. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel, çfarë është kjo? Kjo është çfarë do gjë ka të bëjë me rikthehem në vetvete, rigjenerohem, rikuperohem, kujdesem ndaj vetes, ndaj shëndetit tim, ndaj trupit tim, ndaj çfarë do gjë kam nevojë, ndryshoni dietën tuaj, mendoni se ka momenti me të vërtet të nisni një palestër apo të kujdeseni çik më tepër për sikurse ta shëndetin tuaj, mirëqenien tuaj fizike, të gjeni orientimin tuaj edhe një herë, të gjeozoheni. Që është ditë që ja kushtoni vetes, doni apo s'doni ju, shëndetit tuaj dhe çfarë do gjë ka të bëjë me shëndetin, punën, mirëqenien fizike, sikurse e thash, atë trupore, por edhe mendore njëkohësisht. Gjeni kuptimin e jetës ditën e diel dhe e gjeni tek gjërat e vogla. Përshëndetje një Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e
javës për shenjën tuaj, që normalisht është një javë dhe është tashmë është një fazë e tërë, duke qenë se Neptuni, Saturni, këta të dy të paktën më të rëndësishmi ndodhen në banesën tuaj të 4, që është familja, edhe Merkuri aty së fundmi. Atëre, si për juve të 10 ditë të parë dhe për juve të 10 ditë të fundit tregon shumë qartë se për çështje familjare, ose në lidhje me çështje familjare duhet të poziciononi, duhet të merrni ato ndoshta edhe përgjegjësitë që ju takojnë, ose të filloni të gjeni mënyra se si të zgjidhni situata të caktuara, që se nuk zgjidhen të pranoni për atë çka është krijuar, është formuar dhe të mos insistoni në gjëra të cilat nuk mund të ndryshojnë më. Shumë të tjerëve ama u sjell dhe mundësinë e stabilitetit përmes vështirësive, të ristartimit nëse doni. Tani për vitet të 10 ditë të dy, duke qenë se Jupiteri është në shenjën e Gafores dhe normalisht ka të bëjë me banesën tuaj të 7, atëherë duket sikur trysnon në mënyrë të bukur për një bashkëjetesë, pse jo, për çështje ligjore që zgjidhen në favorin tuaj, për çështje pune që zgjidhen në favorin tuaj, për një stabilitet në aspektin sentimental për të bashkëpunimeve, kështu që mundoni të shfrytëzoni gjërat siç duhet. Sido që të jetë, keni secili hartën tuaj dhe pozicionimet tuaja planetare brenda asaj harte, për më tepër detaje, për më tepër hollësi dhe orientim, shumë mirë mund të rezervoni takimin tuaj në privat duke më shkruar numrin WhatsApp 069 640 2290. Ktu ku jemi tani, le të themi që bravo, shumë bukur. Në këtë moment që ndodheni, me sa duket dita e nesërme favorizon zgjidhjen e një problemi ose më në fund shihet drita në fund të tunelit. Pra çdo gjë është e mundur të ndodhi nesër, duket sikur ekuilibroni në fakt midis pos dhe jo, por në fund çdo gjë duket se del në favorin tuaj. Gëzoju në ditën e nesërme sepse fal momentit një situatë që prej kohësh keni pritur të ndryshojë në favorin tuaj, duket se ndryshon pikërisht kështu. Atëre, kudo dhe nuk prek një fushë të caktuar, prek atë çka juve ju intereson më tepër, secilit prej jush. Për sa i përket ditës së martë, ja ku jemi, ja dolëm të kemi një arritje, një sukses. Përsëri e shikoni në çështje pune, në çështje shëndeti, në çështje karriere, nëse doni, në çfarëdo gjë ka të bëjë, pse jo dhe në dashuri, por që më tepër ka të natyrën e bashkëpunimit, nëse doni ta them. Kështu se një punë në grup duket se sjell rezultate shumë të kënaqshme. Planifikimet, objektivat tuaja duket se arrihen me sukses, dhe po, nuk përjashtohet mundësia që për çështje karriere, çështje personale, profesionale, ekonomiko-financiare të keni një sukses pikërisht ditën e martë. Pra me sa duket, më në fund diçka ju çon në majat tuaja, ashtu sikur se meritoni edhe ju. Përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur, këtu jemi 50 me 50 dhe çdo gjë varet nga mënyra se si ju do i konceptoni apo se si ju do i menaxhoni gjërat tuaja. Pra ditën e Mërkur, nëse duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, nëse po prisni diçka të rëndësishme, mundësitë janë 50 me 50 dhe rezultati do të anoj duke marrë parasysh qëndrimin tuaj. Pra, nëse do të jeni vërtet të vendosur për t'ia dalë qëllimit, është po. Nëse do të jeni apatik, do të tërhiqeni momentin e fundit, atëherë sigurisht që nuk arrihet ashtu siç duhet. Tani çfarëdo gjë do të ndodhi, do ndodhi, por që pse të mos ndodhi më mirë për ju, në favorin tuaj 100%. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ka të bëj me dëgjohet zërim, kërkoj të drejtën time, të drejtat e mia, sidomos nëse ndjeni se jeni manipuluar, keni qenë të kontrolluar për shumë kohë, ngrini zërin, kërkoni drejtën tuaj, e arrini atë, sido që të jetë, por është edhe dita që me sa duket edhe lajme merrni nga të tjerë, diçka ju komunikohet, mund të jetë një sekret që del në pa, mund të jetë diçka që nuk e dini që më në fund e mësoni. Pra ju komunikoj diçka ose ja komunikon juve diçka botës, sido që të jetë në fund fare arrihet çlirimi. Do të thënë arrin të çliroheni dhe ju nga negativiteti që ndoshta ka ekzistuar në marrëdhëniet tuaja, bashkëpunimet tuaja, në jetën tuaj në përgjithësi, por edhe me ato çka dëgjoni duket se prap e njëjti rezultat arrihet që ta kuptoni. Tani ju, të cilët jeni duke përgatitur një deklarat për shtyp, sepse duhet të flas dhe për ju që
normalisht jeni të tillë persona që jeni duke përgatitur ose do dilni për një deklaratë për shtyp, ose do të prezantoni punën tuaj në sy të publikut, që ju lidh puna me marrëdhënie shoqërore të ndërlikuara para ekranit, para një projektori, gjërave të tilla, duket si gjërat ju ecin shumë mirë. Sidomos nëse do ju duhet të bëni një prezantim në publik, e kam fjalën. Pra për të gjithë juve që po përgatisni diçka të tillë, që nga një seminar që do merrni pjesë, apo nga që se një lektor, atëherë si të thuash gjërat ju ecin shumë mirë ditën e njëjtë, nëse puna ju lidh me gjëra të tilla. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte, është dita e mbaroj, i jap fund, nuk e zgjas më, kalova këto eksperienca të vështira, por edhe mësova, nuk do i përsëris më gabimet e mia, dhe ku i shikoni këto, dhe në marrëdhëniet tuaja, dhe në botkuptimin tuaj të deri më tanishëm, se sa u sakrifikuat, ku u sakrifikuat, pse e bë këtë gjë, të mos e bëni më, po dhe për sa i përket gjërave që u lidhin, pse jo dhe me fen, do guxoj ta them, shumë prej jush do kuptoni se, ose do pranoni se mbase ndoshta një besim fetar nuk është për ju. Zoti ekziston sigurisht, por nuk do keni më besim tek feja, si fe, si strukturë, si të tilla gjëra. Kështu që diçka merr fund përfundimisht, dhe ka të bëjë me bindjet tuaja, dhe me orientimet tuaja, dhe me pritshmëritë tuaja, dhe përsa i përket punës, dhe përsa i përket marrëdhënieve, dhe përsa i përket gjithë butkuptimit tuaj në lidhje me situata, persona edhe vështirësi që keni kaluar deri më tani, sido që të jetë, çdo lloj gjëje që merr fund tani, dhe që ka lidhje me këto që u thash, ndoshta edhe më shumë se kaq, është për më të mirën tuaj. Pra ju hapen syt më në fund dhe arrini të kuptoni se çfarë u bë gabim dhe nuk duhet të përsëritet më. Domethënë, ishit viktima të diçkaje që nuk do përsëritet më, nuk doni ju të përsëritet më. Atëherë hënë marrëm kurrë e premte, por sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e, si të thuash, ka ardhur momenti e vjetra të sigurisht që vjen me një farë nostalgjie të tipit, më vjen dhe keq dreqin ta largoj nga jeta ime, të pranoj që një marrëdhënie ka marrë fund, që jeta ime nuk mund të jetë më një, që unë jam rritur, që disa situata duhet i lëpas, por jam i detyruar ta bëj këtë gjë sepse nuk më çon gjokundi më, kështu që e njëjtë e premte mbyllni kapituj me gjëra që u ka ardhur fundi, pavarësisht sa nostalgjik mund të ndiheni, ka marrë fund, do të thotë ka marrë fund dhe nuk mund të përsëritet më. Çfarë do gjë, nuk e di, ju lidh me marrëdhënie të vjetra, familjare, personale, profesionale, duket se mbyllet pikërisht këtu, me fëmijën tuaj nëse doni, e me plot gjëra të tilla. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, i kthemi edhe një herë fëmijërisë, pastërtisë, fjalëve të vërteta, të sinqerta, do të thënë gjeni përsëri rrugën brenda vetes tuaj, duke zbuluar dhe njerëse kush jeni, duke kujtuar dhe njerëse nga e nisët, dhe duke arritur deri tek rrënjët tuaj, atë familja juaj, si jeni rritur, çfarë parimesh, kush jeni, sa ndryshuat, çfarë do mbani dhe çfarë do largoni. Kështu që kujtoni dhe njerëse kush jeni, këtë gjë mund të arrini dhe përmes fëmijëve tuaj, duke parë fëmijët tuaj, duke marrë pjesë në një lojë me fëmijët tuaj. Ktheheni pas në kohë, ktheheni përsëri në rrënjët tuaja dhe gjeni veten. Gjeni veten përsëri dhe kuptoni se jeta është shumë e shkurtër dhe duhet të jetohet ashtu sikurse vjen. Dhe ju keni devijuar shumë. Dhe ka ardhur momenti të ktheheni përsëri në origjinë. Përshëndetje një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Çfarë të them tani për shenjën së juve të shenjës së ujorit? Do them thjesht që ju të ditë që të parë bëhuni gati sepse u lodha. Urani, kisha dhe të thosha, Urani ju kryeson si trup qiellor, do iki nga demi që ju asolli jetën me kokë poshtë, çfarë s'ju solli dhe çfarë s'ju katranosi, me thënë të drejtën, do kaloj tek binjakët dhe aty jeta merr komplet tjetër lloj kuptimi, ide të bëhen shumë herë më inovative, jeni vetvetja, do me thënë gjeni veten dhe gjeni dhe kuptimin e jetës më në fund, se cili është si të marrësh frymë, është të ishe një kuti të mbyllur dhe më në fund hape dera dhe del në ajër të pastër që ta kuptoni. Favorizojeni të parët të ju të dhjetëdiçit të parë, sido që do flasim në mënyrë më të detajuar në lidhje me këto gjëra që po themi, juve të dhjetëdiçit të fundit përgatituni sepse diçka e papritur realisht po vjen të javë në jetën tuaj, dhe Afërdita dhe Urani përpara se të largohen nga shenja e demit, do të takohen me njëri tjetrin dhe kanë diçka për të
të sjellë, të papritur, mund të jetë një mundësi me natyrë ekonomiko-financiare që do ta shfrytëzoni. Kujdes, nuk e pranojmë riskun, kujdes sepse ata që ju që do riskoni, varet çfarë truri ju thot, o do fitoni dhe fitoni të gjitha, o do ju mbisni të gjitha, këtë gjë keni parasysh, dhe sigurisht që po, ka dhe shumë gjasa që një dashuri të vi dhe të rëndisi mirë nga themelet, juve të 10 ditë të fundit. Të flasim mama, si do që t'jetë, dhe nuk harroni që për parashikime personale të më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së nesërme, përgjigjja është po. Për çfarë do gjëje doni të ndryshoni jetën tuaj, që të vi më në fund behari, që ta shijoni ndryshimin, që të vinë mundësitë, dhe çfarë do gjëje tjetër, situata po kthehet në favorin tuaj dhe përgjigjja është po. E çfarë do gjëje që po prisni nesër, apo doni të nisni nesër, apo nuk e di. Keni punuar fort dhe kërkoni tani të shkoni rezultatin. Ju favorizon, rrugët hapen dhe çdo gjë është në favorin tuaj. Për sa i përket pastaj ditës së martë, besojni intuitës tuaj. Intuita ju thot beson, më dëgjoj, nuk kam për të zhgënjyer, ka perceptimin tim, ka motivin tim. Ju jeni persona perceptiv, ju përfaqësoni banesën e 11, është dia më e lartë, dhe që nuk ka të bëjë me dijen e trurit, ka të bëjë me dijen individuale të brendshme, të yjeve nëse doni. Kështu që dëgjoni intuitën tuaj, ka për t'ju çuar në rrugën e drejtë, atje ku vetë me logjik nuk do të shkonit dot. Pra keni besim tek shisa juaj e 6, dhe çfarë do gjëja ajo ju thot, thoni po. Shumë prej jush do keni dhe përjetime kështu ekstrasensoriale, metafizike, do guxoja të thosha, dhe shumë prej jush ka shumë gjasa që ditën e martë të kuptojnë që kanë dhe aftësi ndryshe. Do të thot aftësi okulte, aftësi metafizike, sikurse e thash. Të shohim. Sa prej jush do arrini të aktivizoni atë syrin e tretë, se për atë bëhet fjalë. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita... Pra shkojnë bashkë këto e hënë, e martë, e mërkur, e disiplinës. Sa më të disiplinuar të jeni, sa më të fokusuar të jeni në arritjen e qëllimeve tuaja, sa më pak ta kundërshtoni intuitën tuaj, aq më mirë keni për t'ia dalë. Në qoftë se rezulton e kundërta, se ju potencialin e keni shumë të lartë, dhe kjo disiplina ju ka bërë keq, sepse të tjerë kanë përfituar nga të qenit ju shumë korrekt, atëherë këto marrëdhënie kanë për t'u krisur, për t'u thyer dhe ju keni për t'u çliruar më në fund duke fituar pavarësinë tuaj. Prandaj në dy grupe, ju të cilët e arrini objektivin tuaj fal disiplinës, korrektësisë dhe vendosmërisë, dhe ju të cilët e keni tepruar me këto cilësitë tuaja, dhe më në fund ishni dorë dhe shpëtoni veten, domethënë. Sido që të jetë është momenti që lëreni rjedhën të marrin me vete, lërin gjëra të rjedhin. Shumë prej jush mund të jeni duke nisur një aktivitet, duke mësuar një zanat të ri, një aftësi të re. Gjëra të bukura po vijnë, thjesht keni besim tek ajo çka jeni, dhe çfarë e tashmja, as e ardhmja as e shkuara, e tashmja ju kërkon. Jeni aty prezent për të marrë atë që ju takon. Për sa i përket ditës së enjte, këtu jeni ju dhe natyra juaj. Ju jeni shumë, si të thuash, ju nuk keni frikë nga vetmia njëre para. Jeni individualist në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë ju pëlqen të shijoni lirinë tuaj. Këtu jeni të pakapshëm, jeni të padepërtueshëm dhe të pakapshëm. Do të thotë që liria shumë e rëndësishme për ju është një prej gjërave më të mira që mund të ketë individi. Jeni në një proces ku jeta po ndryshon, sjell eksperienca të reja po vijnë eksperienca të reja për ju në punë, personalisht, profesionalisht, po zhvillojeni vetëm, mama. Pra po ju pëlqen kjo rruga që keni zgjedhur e vetmis nëse doni, po për të arritur rezultate shumë të larta. Jeni në një fazë po ecni përpara, nuk ju prish punë se çfarë ardhmja po sjell, sado e pasigurt mund të duket në sy të tjerëve. Ajo çka ju po shihoni, pjesa më e madhe prej jush është liria juaj dhe mundësia për të jetuar jetën ashtu sikurse ju dëshironi. Favorizohen udhëtime të shkurtra, favorizohen çfarëdo lloj vendimi që merrni për të arritur një objektiv të ri, dhe thjesht keni besim, ju thash, për atë çka momenti po ju ofron. Ajo çka duhet të bëni kujdes
është rebelimi, për ju që jeni rebela, për ju që lirin tuaj e vini mbi çdo gjë, për juve që kundërshtoni autoritetet e shtetit, mund të përballeni me pasoja, jo mund të përballeni, po do përballeni. Një gjë është pak me thënë, por kujdes, kjo liria juaj kaq e vyer për ju të mos ju privohet njerë e mirë, do me thënë, të mos përfundoni pas kangjellave. Duhet t'ua them edhe këtë gjë dhe ju lutem shumë mos flirtoni me shpejtësinë, sepse mund ta pësoni. Pra kujdes me shpejtësinë, kujdes me nxitimin në rrugë. Atëherë me shpejtësinë ose me nxitimin në çdo lloj forme dhe mënyre, edhe në biseda, edhe në vendimarrje, edhe në qëndroni qetë. Shijojeni këtë udhëtim të ri, këto situata të reja që po vinë në jetën tuaj, por ju lutem shumë pa e tepruar. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita për të dhënë një mundësi çdo lloj situata, apo marrëdhënie në punë, me fëmijët tuaj nëse doni, në shtëpi brenda nëse doni, me personin e zemrës nëse doni, diçka që nuk ka ecur siç duhet, të mund ta riparoni, rregulloni, sistemoni, do të thënë ta shikoni dhe një herë, jo të kapeni pas detajeve për keq, por të shikoni se ndonjëherë detaji bën edhe diferencën, kështu që është dita që çdo gjë mund të rregullohet, dhe sidomos nëse dalin probleme në punë. Do angazhojeni mirë me to, detaji thash do bëj diferencën, ja dini shumë mirë të gjeni zgjidhje, e njëjta gjë vlen edhe për çështje shëndetësore. Për sa i përket ekonomisë dhe financave, duket se do ja gjeni anën, por do kuptoni se duhet jeni më të kujdesshëm, jo kaq do shkuar sa jeni treguar deri më tani. Sido që tjesh çdo gjë është duke u rikuperuar, sikur se tash, është duke u sistemuar, dhe kjo vlen edhe për punën, po dhe për një marrëdhënie në çift ose në familje, dhe sidomos në lidhje me shëndetin. Në varësi të mënyrës se si të menaxhoni një situatë në ambientin e punës, është pikërisht ajo gjë që do përcaktojë të ardhmen tuaj në atë vend pune, dhe ka shumë gjasa që t'ju bëhet një ofertë edhe më e majme për më vonë. Ne marrëm kurrente e premte. Dhe përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë favorizon dijen, favorizon çfarë do që ka të bëjë me trajnime, me trajnohem, bëjmë pjesë në një kursi, marr pjesë në një seminar, arri rezultate të mira në studimet time, në punën time, në qoftë se ju lidh puna me dokumentacion ligjor ose në procese gjyqësore, duket se këto dalin në favorin tuaj, ose pajtimi një avokati shumë të aftë, duket se sjell rezultate shumë të mira për ju. Favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë ashtu me shkrimin ose me editorimin, domethënë nëse jeni redaktor, nëse jeni shkrimtar, nëse se jeni akademik, atëherë puna juaj është shumë e rëndësishme dhe përfitoni prej saj edhe ju, por edhe audienca juaj. Ose nëse keni prezantim për të bërë të punës tuaj, të leksioneve tuaja, atëherë kam për të mirëpritur, madje arrini deri në, do guxoj ta them, shumë prej do të bëni dhe revolucion për sa i përket kësaj gjëje. Të tjerë pastaj që i futeni të fshetës me kod, do arrini në thelb të gjërave, nuk e di se sa do ju pëlqej e vërteta që do mësoni. E hënë marrëm kurrente premte shtunë. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel, urdhro, në varësi të asaj çfarë do zbuloni dhe do doni t'ia komunikoni botës ditën e shtunë, censuroj ditën e diel, do të thotë bëni kujdes. Do ta masni mirë informacionin që përcjellni. Kujdes se çfarë fjalësh do të përzgjidhni, çfarë do doni të komunikoni, sepse ka shumë gjasa që të të mundojnë disa t'ju limitojnë ose t'ua cënojnë lirinë apo të drejtën e fjalës, të shkrimit e me radhë. Pra, kujdes me këto gjëra, mundoni që të mbrojnë interesin tuaj deri në fund. Përshëndetje shenjë peshqve, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Uroj të jetë një javë mbar, sido që të jetë gjërat nuk i keni më shumë trysni sa i keni pas të paktën deri më dje. Me financat, sigurisht që shumë prej jush duhet të kenë kujdes ende, as i bëhet fjalë, me vlerat tuaja, parimet tuaja, me pronën e trashëguar nga prindrit, pse jo, çfarëdo gjë është vlerë e madhe në jetën tuaj, mbrojeni atë dhe kujdes, sepse akoma jeni, sidomos për çështje të tilla, jeni në rrezik. Nuk i besojmë kujdo dhe çfarëdo gjë që na premton, dhe mundohemi të jemi shumë të kujdesshëm me ato çka ka të bëjnë me punën, me shëndetin, me të gjitha gjërat që numërova me radhë. Atëherë, për sa i përket, pra juve të 10 ditë të parë, të 10 ditë të fund do bëni kujdes pra me çështje të tilla. Juve të 10 ditë të parë edhe Urani do kalojë në shenjën e binjakëve, nga data 26 e tutje do të jetë atje, dhe normalisht të kuptoni që çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje familjare del edhe një herë
aty do kemi ndryshime. Do të thënë aty papritur mund të gjenden në një bashkëtesë, aty papritur mund të mbarojë një bashkëtesë, aty papritur e gjëra të tilla, po do flasim në mënyrë më të detajuar për të që marr kohë tani. Ju shumë mirë për të rezervuar takimin tuaj në privat nëse e doni të rezervoni një takim në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është ajë të dalim të argëtohemi, do keni një nevojë shumë të madhe për t'ju shkëputur rregullit, për t'ju shkëputur normës, për t'ju shkëputur çfarëdo gjë ka të bëjë me gjëra praktike po të lodhshme. Është një ditë që do kërkoni krijimtarin, do kërkoni të realizojeni pa u lodhur shumë. Është një ditë që do bëni çmos që të kënaqeni me veten tuaj, po dhe në praninë e të tjerëve. Kapni vibin e ditës, nuk ka për t'ju dalë keq. Do të jeni shumë prej jush ata të cilët fal lirshmërisë tuaj nesër kanë për të arritur një objektiv shumë të rëndësishëm, sidomos në çështje ligjore gjyqësore, po dhe në çështje pune. Pra ju pret një goxha sukses ose një realizim i madh ditën e nesërme, po mundoni të jeni të çlirët. Ka që duhet të mos e ju çliron fundjavë asaj gjëje. Për sa i përket pastaj ditës së martë, të tregoni aftësitë tuaja praktike në punë, në zgjidhjen e një problematike në shtëpi, me shëndetin tuaj, me financat tuaja. Pra, me sa duket prakticiteti, përqendrimi tek detajet, aftësitë tuaja praktike dhe se thuash përgatitja juaj profesionale duket se ju jep mundësi që dhe të zgjidhni problematika caktuara dhe të mahnisni me aftësitë tuaja në ambientin e punës, por ju jep dhe mundësi për të zhvilluar dhe më tej duke ju paraqitur juve oferta dhe propozime të reja. Nice, sido që të jetë është një ditë që puna bëhet dhe mbarohet, okay? Nis dhe mbarohet, më thënë. Çdo gjë që niset mbarohet, bitiset. Shumë praktike dita e martë për të mbaruar çfarëdo gjë që duhet të mbarohet. Për sa i përket ditës mërkur, këtu çdo gjë vjen së brendshme, do të thënë dëgjoni vetë intuitën tuaj, lëreni atë ty çoj atje ku ju çon. Shumë prej jush ama më të futen në labirinte për të dalë përsëri në dritë, do të thënë duket se i futen në një situate shumë kaotike, por ama në fund arrini të gjeni rrugën tuaj dhe ja dilni madje shumë mirë, do të thosha. Shumë prej jush gjithashtu dili nga një manipulim ose nga një situatë nuk do të thosha e errët, po e mjergullt, në të cilën keni qenë deri tani dhe arrin të shikoni gjërat për atë çka realisht janë. Pra me sa duket diçka ju shfaqet para syve tuaj, vjen në formë një vërtetësie, në formë një zbulimi, në formë një, nuk e di, drejtësia vjet në vend, por që ajo çka duhet thënë është se ju hapen syt ditën e mërkurë dhe sa do thellë i futeni gjërave në fund arrini dhe të gjeni një farë rezultati apo të kuptoni se si gjërat janë realisht. Nëse nuk ka rëndësi me çfarë do angazhoni sa ta bëni veten lëmsh, rëndësi ka që në fund kuptoni shumë gjëra, të cilat mbase nuk i kishit kuptuar dot deri në ato momente. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e jam i lumtur në shtëpinë time. Shumë blini një shtëpi të re ose shpërnguleni një shtëpi të re. Shumë nisni një familje, një bashkëtesë. Shumë në fund arrin të zgjidhni çështje me natyrë familjare dhe fundja me gjithçka keni zgjedhur, më fani, të keni në jetën tuaj. Duket se po arrini një farë qetësie, një farë stabiliteti, jeni të lumtur pra me zgjedhjet që keni bërë. Më në fund duket se po stabilizoheni dhe kjo gjë nuk vlen vetëm për sa i përket një banese apo një strehe, ku thash shumë do shpërnguleni diku në një banesë të re, shumë prej jush po e blini një banesë të re, po nisni një familje, po bëheni familje, shumë të tjerë po përfitoni nga një akt dhurimi ose një akt trashëgimie, për shfrytëzoni një pronë në favorin tuaj, por kjo realisht ka të bëjë me stabilitetin dhe ajo çka ju lumturon ditën e njëjtë është se më në fund do të ndjeni mirë në të tashmen, me gjithçka keni arritur, do të jeni falënderues për gjitha gjërat që kanë ardhur si kanë ardhur në jetën tuaj, që gëzoni shëndet të plotë, që të gjithë pjesëtarët e familjes i keni mirë, që keni një strem mbi kokë, që më në fund jeni mirë. Pra dita e mërkur ju tregon se ja keni dalë dhe se më në fund jeni stabilizuar dhe po stabilizoheni gjithnjë edhe më shumë. Dhe nëse keni pasur probleme në marrëdhëniet tuaja, duket se ato po sheshohen avash avash dhe po e gjeni rrugën përsëri drejt lumturisë. Dhe në lidhje me shëndetin po e përsëris edhe një herë, duket se po rikuperoni, pra po shëroheni. Për sa i përket shumë prej jush tash po bëni dhe familja, do të thonë ta themi këtë gjë. Ndje ke parasysh kur ndihesh fatlum thua faleminderit o Zot për gjithçka më ke dhënë dhe
kaq mjafton, jam shumë mirë domethënë. Pavarësisht do vinë dhe gjëra më të mëdha, akoma dhe më mirë. Pra ishim e intja, vemi tek e premtja ku gjithësia bën punën e vet. Këtu jemi pjesë e totales, e të tërës. Pra fola që parë për familjen dhe çfarëdo gjë që është praktike e prekshme. Këtu po flasim për shpirtin tani, të një koshence që është jo individuale, por është ndërlidhëse. Këtu informacioni vjen nga larg. Kështu që keni besim tek ajo çka po ju vjen si informacion, vjen në formën e rastësisë, vjen në formën e nuk e kuptoj, nuk arrit ta kuptoj, por që ja që qënë ka e vërtet, ja që po vjen, nëse së do që tjetë çfarëdo gjë ka të bëj me komunikimin, çfarëdo gjë ka të bëj me mbledhje, punë në grup, në skuadër, një pjesë e një komuniteti, ose bëhem pjesë e një komuniteti, ju çon drejt suksesit më në fund. Çdo gjë arrihet fal lidhjes dhe ndërlidhjes me individ shumë të rëndësishëm që ju ndihmojnë juve të arrini qëllimet tuaja më në fund. Pra çdo gjë vjen fal kontakteve të reja që krijoni ose fakti që merrni pjesë në aktivitete të ndryshme shoqërore dhe prej aty arrihen edhe objektiva të tjera më të mëdha. Informacioni që do të përcillet tek ju, po dhe që do të përcillet ju tek të tjerë, ka për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe në jetën tuaj dhe në jetën e të tjerëve. Tani, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e duroj, përpiqem, nuk dorëzohem dhe në fund ja dal. Do me thënë, qëndroni të fortë në objektivat tuaja që kanë të bëjnë pikë së pari me një çështje ligjore gjyqësore, një çështje studimore, një çështje pune, çfarëdo gjë ju lidh me çështje të tilla, duket se mbajmë qëndrim, nuk dorëzohemi, durojmë me disiplinë të fortë dhe në fund ja dalim të kemi sukses. Në fund ja dilni shumë mirë, domethënë. E hënë e martën kur e të premte shtunë ishte kjo. Dhe përse i përket ditës së diel, dita e diele, këtu çfarë të themi tani? Njohje, arritje, vlerësim, sukses, prestigj, forcë, të gjitha këto i keni me radhë, jeni të mbrojtur, asgjë keqe nuk ju ndodh. Keni fitoren tuaj e keni në xhep, në çështje pune, përsëri çështje ligjore gjyqësore, përsëri në lidhje me çështje studimore ose në lidhje me çfarëdo lloj studimi jeni duke kryer aktualisht, çfarëdo gjë ka të bëjë me imazhin tuaj publik, kështu që më në fund ja dilni. Pra ju pret një sukses shumë i madh me sa duket edhe, domethënë gjithë kësaj jave, por kulmi është ditën e diel, që me sa duket edhe ju komunikohet kjo gjë. Tani, në qoftë do të zgjidhni që edhe të izoloheni pak nga bota jashtme për të shijuar atë çka vetë keni krijuar, punë e madhe. Është e drejta juaj, por që në total ju pret një sukses shumë i madh.